Mirëmëngjesi. Sa mirëmëngjesi the më. Mirëmëngjes. E premte, data 6. Mos hash data direkt. 6 që nga data 6 mars. Data 6 mars edhe ora 7:01. Nuk e di, a nga entuziazmi i madh që është fundjavë, nuk e di se çka ndodhur në jetën e tyre, e fillojnë Ada e vazhdoi Mikaela, të dyja vajzat derdhën kafen kështu. Shumë pikë të mëngjesit. Po do marrim lek se kështu thuhet. Po e pra. Të derdhet kafe, do marrësh sa para. Ti jepnim drejtim kësaj hyrjes që unë s'kam mundësi pasaj të pastroj këtu. Po ku e gjete? Ku e gjete bre? Do të moment të fundit. Sa do fillonim? Mbuloj me laptop që është mbuluar. Dale kujtim, duket kafja ime? Ja, duket. Ja hodhëm. Okej, mirëmëngjes gjithëve. Kjo tregon se na ecim bar. Ti Frans, thjesht nuk e morë kafe, po nuk do të thotë që s'do të ndjer. Jo, kështu si italianë. Unë pi gjithmonë aty te zyra përpara se sa të vi, më pëlqen ta pi. Jo, më pëlqen që të jetë nxehtë kafja kur e pi. Nuk dua që të ftohet. Është çështje kështu shihesh. Mirëmëngjes gjithëve nga zgjohu po. Deshe. Do ti të zgjohesh, po do zgjohemi edhe sot. Do jemi bashkë deri në orën 9:30 këtu në valët e Radio Travel 104.6 dhe në ekranin e Premium Channel për t'ju shoqëruar në këtë Friday Fun Day. Është ditë qefi, është ditë më e lehtëshme, po më entuziaste edhe më e bukur për ne që jemi në studio të paktën, edhe urojmë të jetë e njëjta ndjesi edhe për ju që na ndiqni në kanalet që përmendi Franci. Sot kemi motin si çdo ditë, bujarin, taksistin ton të preferuar, që sot do të jetë i qetë, besoj. Ai i qetë, si do jetë sot, ju sa keni ide si do jetë sot bujari. Ne javën me të njëjtin, pastaj po na surprizoi dhe i ka dhënë telefonin ndonjë shokut vet, ndonjë bujari tjetër. Jo, ai është, por ka surpriza sot, ka befasira patjetër. Bujari do na bëjë ndonjë dedikim të ri. Po ndoshta, poezia e radhës ose këngë nga bujari. E presim. Kemi trafikun e po ashtu Barsaletën e ditës që na sjell shumë të qeshura në studio dhe jemi pak më lehtëshëm se nuk është se kemi shumë të ftuar, nuk kemi ato temat ekzistencialiste që duhet të diskutojmë edhe të japim mendime sa sociale sa psikologjike. Sot jemi për qef, e shijojmë po ashtu dhe me të ftuarën tonë të çdo të premte, Elefteria do të vi edhe do të na japi destinacionin e radhës, se ku mund të udhtojmë përmes Vasit, paketat më të mira patjetër që i gjejmë aty dhe sportit. Po, kemi një të ftuar edhe për sportin, po mendoja tani sikur të dërgonte Elefteria mesazh kush ju tha ju që do vi unë. Se s'do vi? Jo, pse mos ta kem dhënë një të premte shefi? Si çdo të premte. Diskutojmë para këto gjëra. Ne kemi dhe sugjerimet për të ndjekur ndonjë shfaqje të bukur në teatrin e operës dhe baletit, për të çuar fëmijët tuaj në teatrin e kukullave, tek cirku, po. Ngjarjet kulturore të javës ne i diskutojmë këtu si çdo të premte. Për një moment Nada kur the kemi Barsaletën e ditës po mendoj, ure, kam unë këtë Barsaletën sot po, e mendova e kisha. Sa mirë. Dhe mirë që i përmend se edhe kujtohemi. Po do bëjmë edhe thashë theme më se ja rruam. Po do bëjmë edhe thashë theme patjetër, do flasim pak edhe për trendet se nga që na ka marrë edhe kjo rjedha, ky ritmi, sidomos me temën që ndonjëherë kemi më shumë mendime se sa kohë për të diskutuar këtu në studio dhe kemi harruar të bëjmë trendet, kështu që po edhe i zbulojmë sot. Po harrojmë cilat janë trendet, se nuk po i ndjekim. Trendi i këtij grupi është vitamina D. Vitamina T, vitamina e trendeve. Nada, po kemi edhe sot quiz apo jo? Patjetër. Kemi edhe sot quiz, është momenti im i preferuar dhe mundësia juaj për t'u angazhuar më shumë në program përmes numrit tonë të telefonit 068 40 63 423 me quizin Gjeje ku dhe po ashtu kemi dhe një film shqiptar sot. Kemi një sekuencë ka një film shqiptar të cilit do duhet t'i gjejmë titullin. Ju kthejmë pas në kohë dhe ju ngacmojmë pak te pjesa e nostalgjisë. Kështu. Ja kështu, sikur e hapëm, ju pastroni ato kafet për kace, ne dëgjojmë muzikë. Ne sot e pim nga tavolina kafe. Rikthehemi për pak. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes edhe një herë. Mirëmëngjes. Po pastruam, u rregulluam. Po sa e bukur kjo kënga e Bebe Rexhës? Kjo çike kjo e vjetë. Po. Si quhet? Veria shumë e mirë. Është nga titullohet kjo kënga e Bebe Rexhës. Tash e kishe për këtë që është bërë virale tash. Se u kujtuam. Për mblidhemi.
Kështu është kur nuk e pi kafen, po e shpërndan në studio. Përshëndetje. Shikon e një dorë ajo në ndihmon të kthjellohemi. Ndërkohë që ne kthjellohemi dal nga dal, Moti sot është i kthjellët, lajm shumë i mirë, e premte dinjitoze. Moti kthjellët, qielli është hapur. Në ndryshim me ditën e djeshme, sot nuk do të ketë prezencë të rreshjeve të shiut. Vranësira të rrishen për të lënë vend më shumë rrezeve të diellit. Era frynë nga verëlindja me një shpejtësi mesatare 5 metër për sekond. Deri më pak edhe tek temperaturat, ka një rritje të lehtë në vlerat minimale. Sa i takon Tiranës, ajo zgjohet me temperatura 4 deri në 21 gradë Celsius, Elbasani 5 deri në 21 gradë Celsius, Fieri 5 deri në 20 gradë Celsius, Berati 5 deri në 21 gradë Celsius dhe Korça 1 deri në 15 gradë Celsius. Shkurtimisht u njohet me parashikimin e Motit për datën 6 mars. Të kapi një farë hilariteti duke thënë Korça më në ata thash çe ka. Jo, më kapi që te Fieri, se është shkruar fire. Dhe po e mendoja. Se një ditë e kisha albanase. Një ditë do ta thuash Më duket sikur një ditë do ta thuash të gjithën. Fire, Elbanasi, cared. Kur të vi momenti kuicit të gjeni qytetin që kishte temperaturat. Amsterdam. Është e bukur se Nada për shkak thot për këto qytetet tona këtu në Shqipëri, po të kenë ndonjë kuicë shumë larg Shqipërisë. Shumë larg. Dublini thotë është afër për fajrin thotë Ora, është. un kam një problem të madh. Sa herë që thot Nada Motin, kur vjen ai momenti që përmend erën, truri im automatikisht kujton atë frynë të era që për jashtë. Thashë do thoje buzëqeshën të ndezën. Jo, do doja një double espresso për Mikaelën sot. Nuk e di çfarë. Kam një muaj me këtë në kokë. Ke nevojë shumë për një kafe tani. Shoqëron dikë për në kopësht zakonisht? Jo, tashmë jo. Kjo është vjersh kopshti. E di. Po. Çudi që të shfiksuar. Po jam në kontakt me fëmijët, prandaj. Romën si nuk na i them, Romën. Roma zgjohet me temperatura 4 deri në 19 gradë Celsius. Grazie mille Nada, grazie. Sa seriozisht e mori Romën. Që mos kesh gojë të ankohesh. Na më mirë, shumë mirë. Shikojmë atë Mendo tjetër tani se të ku do hën. jemi. Kë qytet do të more. Të bëjmë edhe nga tresa kështu po more. Rom more. Okej. Ku jemi tani? Gjithë emra, tani jemi te telefonata, ku të jemi tjetër? E kemi gati atë? Ja Zilja. Përse në padyrim të gjithë. Ora hapes, nuk di një tjetër, më ngjes. Alo! Lutem, o bujar, po se kemi turp të gjithë. Telefon që këto pas firmë. Është entuziazmi im i mëngjesit të së premtes që ato onë e zjat shumë dhe shën deri ndajten e kthem Po për ça deri ndaj deri në Romë çove, po. deri në Rom. Mirë Deri në mëngjes. fire çove. Mirë mëngjes. mëngjes, bujar. Sa qejf që po flasim pra bashk. Po faleminderit dhe shumë kur më thoni kështu komplimenta që ju keni kënaqësi shumë të madhe që flisni me mua, më bëhet zemra male dhe shpirti fushë dhe un jam gjithë ditën i lumtur. Edhe neve na bëhet det edhe oqean, se je miku i programit edhe të duam shumë. Ai faleminderit edhe unë ju dua shumë. Faleminderit që ekzistoni, faleminderit për Faleminderit për programin e bukur që na jepni çdo mëngjes edhe me thënë të drejtën unë përjetoj një farë depresioni që nuk ju dëgjoj të shtunë dhe të diel. Edhe bujari që nga si ai ankesës. Por po, e vërtet është, por ja me këto që na ndodhen, me këto që na ndodhen. Me ato që të ndodhen në bujar, po e ke kaq me merak. Merrem patjetër me një videot në YouTube. Përveç se e bëj atë, por merrem dhe ju e dini që un jam pak poet, shkrimtar, filozof edhe kështu me radhë. Të gjitha i ka. Por nga që ju më keni si të preferuarin ndërmjet taksigjinëve, jo si të preferuarin, e pa diskutueshme. Mërziten bujarët e tjerë. Pikërisht, ata përveç se janë intelektuali tani është. Ata përveç se janë mërzitur, kanë filluar me mbo e nek shumë vickla, me mhudh vickla dhe unë ju kam bën një dis. Ju ke bërë një dis? Ju kam bën dis. Po, taksizinjve të tjerë ju kam bën një dis. A jeni gati? Po na në shere në këtë program ora. A jeni gati ta dëgjoni? A je gati ti se në rregull jemi? Me qetësi, ju lutem, dëgjoni disin që ju kam bën. Grije pak. E ka shumë zhurmë. 3 2 1. Aha, qetësi. Bujari, fantazi, taksi, ratatatatata.
Ndërrova së dorëzova çdo herë me qëllime. Kush e hypi së kënaq këtë taksin time? Më i miri, më bujari, më të lira çmime. Jo mi urt, jo mi qet. Shikoj rrugën time. Të lutem, më lirë ta mbaroj fjalën time. Taksi, taksi, taksi bujari, imitoni sa të doni unë ngelemi pari. Taksi, taksi, taksi bujari, mund të thoni çfarë të doni unë ngelemi pari. S'kam nevojë për GPS, as alarm për në mëngjes. Kom lindur në taksi do vdes. Kam veç mashin dhe timonin dhe muzikën si ta doni, edhe pak destinacioni, jo bujari. A kuptoni? Hajde. Më nxori pak nga vehtja, po e meritoni. Hajde bashk taksi bujari. Imitoni sa të doni jelemi pari. Jo, ti e... A e mytët sa të bita, apo se mytët bashkë me mu? E mbytëm. Kishte disi që unë ju kam bo krejt atyre taksistëve të tjerë. Që ta dinë ata se me kërë po flasë. Po, bravo. Jo, imitoni sa të doni, unë ngelemi pari se jam taksi bujari. Kaq. Që nga fantastik more bujar. Fantazi bujari. Fantazi bujar. Kështu e ka edhe emrin. Je artist. Faleminderit shumë. Po ti duhet të fillosh të merresh pak më shumë me këto profesionet e tjera. Kush thash se kam bë në Ada? Po se nuk na iluminove në parë që e dëgjoj prej teje. Po sa të rosh do mësosh bujarin do ta kërkosh. Ja, okay. Bujari mori super xhiro sot. Flasim për tërfikun në fakt. Flasim më mirë për tërfikun. Për tërfikun. O bujar, para se të flasim për tërfikun. Një pyetje kam unë, që ti si person inteligjent që je, pavarësisht se modest edhe nuk shpreh shumë për çdo mendim tëndin, çfarë mendon për luftën? Ke frikë ti nga lufta? As pak, as fare. Se do me thënë në rrjetet sociale vetëm për këtë po flitet momentalisht. Ka një lloj paniku mes njerëzve që mund të ndodhë lufta tretë botërore. Më dëgjoni pak me vëmendje. Bëhet zhurmë për gjona të tjera, nuk bëhet zhurmë për gjonat që duhet me u bë. Se njerëzit, veçanërisht ta liderët botëror, duan me largu vëmendjen nga gjona që janë më akute për shoqërinë. Se çfarë po bëjnë ata? Kanë një plan tjetër. Do bëjnë ca vila edhe do të heqin. Nuk e di të gjitha ti o gjaj, më beso se o i lavgoj që do bëhet luftë. Ri e qet habu këntate se nga smon njeri. Ashtu tepër ne që kemi siguri në një vend të shumë kështu antar të natës. Ku do futesh ti bujar po plasi lufta? E ke menduar? Ku do futesh? Në taksin teme. Taksi bujari. Mos keni frikë nga lufta se unë jam i pari kështu. Tërfikun e keni më qetësi se sa sot s'ka ku të shkoj se është e premte, kështu që s'po i hyj zona. Prandaj ke fik taksin mes rrugës. Oj keni krejt zonat, largohen njerëzit, u hapen në rrugë Korçë, po shkojnë edhe përfundjava. Ne e keni shet mërë, zotëri, e keni gëgja shet. Ja, po të besojmë. Kret nyjet kryesore i keni shet, kështu që mos u shqetësoni dhe mos filloni të keni ankth ku do shkoni. Jemi shumë të qetë. Faleminderit për qetësinë që na transmeton përmes telefonit. Faleminderit bujar. Kështu që këtë qetësinë sot shfrytëzoje për të shkruar edhe ndonjë poezi tjetër, ndonjë këngë. Po, patjetër. Taksi bujari. Faleminderit bujari. Sa të doni unë nga Kashari. Se ishte bllokuar çik të vërdallën. Jo, ishte shumë qetë. Të gjitha nyjet tha pa merak fare. Kalofsh bukur bujar gjithë mirë. Faleminderit, mirupafshim. Bye bye. Pafshim bujari. Për mblidhemi atëra. Le të themi të vërtetën për trafikun. Për mblidhemi. Të premteve, siç të gjithë e dim, nuk është asnjëherë ditë e qetë se të gjithë nisën për fundjavë, por okay. Në rrugën e Durrësit ka trafik të rënduar. Më vjen keq bujar. Më vjen keq bujar në Ada pranë. Lëvizja e mjeteve është ngadalt, kryesisht drejt qendrës së qytetit. Në Unazën e Madhe, qarkullimi është gjithashtu i dendur dhe në disa segmente krijohen radha automjetesh. Rruga e Kavajës, lufta. Jemi në luftë, lutem. Rruga e Kavajës, rruga e Dibrës dhe rruga e Elbasanit janë gjithashtu me fluks të madh, ndërkohë bulevardi Dëshmorët e Kombit, Myslimsyri dhe rruga e Barikadave, qarkullimi paraqitet më i qetë dhe me lëvizje mjetesh më normale. Okay. Ja këto tre rrugë përdorni pra. Do thonë ju kemi punë te rruga e Kavajës, po mos shko sot. Mos shko ose ik në këmbë ose me bicikletë. Kush është më të lirshme edhe një herë? Bulevardi Myslimsyri dhe rruga e Barikadave. Rruga e Barikadave. Pellgu aty në qendër qendrës pa. Shumë mirë. Do të ishte sapo mbarojmë nëse folur i për trafikun. Dalin gjithë me makina apo no. Se na gënjyen këto. E disa po mendoja tani që po flisnim për luftën edhe kështu me radhë, ne do jemi ai breze që fëmijëve dhe nipërve dhe mbesave tan do t'ju themi, por e kemi kaluar tërmet, pandemi, atë rrezikun për luftën e tretë botërore. A e kupton? Ti mendon se do kesh një tardhme për t'i thënë fëmijëve dhe Mikaela sapo fliste që të mos e thoj atë gjën, ti prapë the. Jo, thjesht ka të drejtë sepse nëse pyetja që do të bëjnë fëmijët do jetë, o bab, pse je kështu?
Dhe ti do justifikohesh me këto. Dhe kur të rriten fëmijët dhe të bëjnë një program si ne, do thonë nuk i fajësojmë prindrit tanë se dhe ata jetuan jetën për herë të parë. Shiko, mendoj që duhet marrë me sportivitet edhe kjo puna e luftës, sepse rrjetet sociale bëjnë punën e tyre, edhe vërtet që ka shumë panik sa herë që dëgjon që ka një sulm të ri, edhe njerëzit po jetojnë me frikë, pra duket sikur po shumica, domethënë është personale edhe po ta vësh res, seriozisht sa herë ka sulm të ri, gjëja e parë që mund të dallosh është tek supermarketet. Ke radha të frikshme dhe njerëz që blejnë pafund. Me iden për të pasur rezerva. Mirë, ndoshta më shumë sa frikë nga lufta kemi frikë nga rritja e çmimeve, prandaj meqense përmendë edhe supermarketet dhe rritjen e çmimit të naftës. Por ne këtu në zgjoh po deshe. Ne me këto. Jo po ishte Friday fun day. Ju zgjidhni. Po mirë ti se tham një gjë shumë tani që është e prekshme për të gjithë, megjithatë ne vazhdojmë programin ton. Ndërkohë që zgjidhni outfitin e luftës, se ka filluar. Meme. Si do dalun? Përmendin do këngë. Po pastaj do mirë këngë. Ha? Këngë. Të harrojmë çfarë vendosëm. Muzikë, kthehemi. Po dëgjohesh më po dëgjohesh. Tani po, se kisha shumë nevojë. Po si mund të mos dëgjohesh? Kisha shumë nevojë për zërin tuaj. Po ju vendoseni dhe ju frekuencën tuaj në 104.6. Aty e kemi ne, po na ikim valet gjithkohës me valë. Se është një çik vend kështu i futur. Mirëmëngjes gjithëve. Mirëmëngjes të gjithëve. T'ju njohim me quizin, si thoni, ti njoh me quizin Gjeku, është momenti për quizin e ditës. Sigleta. Këto letrat me tavolinë kështu, një shpërthim letrash. Cili qytet ka më shumë turistë në vit se sa banor? Sa më pëlqen kjo sigla kështu, kjo baza. Duket sikur po e lajmet. Dubrovnik, Venecia, Reykjavik apo Prag? Me zyshëm, cili qytet ka më shumë turistë në vit se sa banor? Dubrovnik, Venecia, Reykjavik apo Praga? 068 20 63 423 për përgjigjen e saktë dhe po ashtu Instagrami i Premium Channel. Është një nga vendet më të vizituara, më të bukura, më të veçanta dhe shumë afër nesh. Këtë herë po. Këtë herë është shumë afër nesh. Okej. Është Honolulu. Po jo më Mikaela se Dubrovnik, Venecia, Reykjavik dhe Prag. Të gjithë afër janë pak a shumë. Sidomos Reykjaviku njerë është këtu, Reykjaviku është sa kalon Durrësi. Shumë afër. Po, futesh në Rinas në aeroport edhe e ke aty si destinacion. Afër është, nuk është larg. Na shkruani. Kështu që na shkruani edhe një herë numër telefoni 068 40 63 423 për quizin Gjeje ku. Edhe në Instagramin e Premium Channel dhe sigurisht në Instagramin e Francit, Franc Bregu. Okej, më shkruani. Unë mund t'i marrë përgjigjet tuaja dhe t'jeni të bindur që do t'ju them që jeni fitues apo jo, nuk do t'ju bëj hile kështu, se ndonjëherë edhe ndodh më. S'do të ishta fitoj tjetër. Unë dua, unë jam njeri i mirë njerëz. Nuk jemi nga ato kokra. Meqense jam njeri i mirë dhe më pëlqen shumë të festoj, tani është momenti për festën e ditës. Sigla. Sa erdhi. Që mos më shajma Eva, sepse pastaj thot ti ke vendosur shumë kështu. Shumë festa. Shumë festa. Jo, unë shumë festa do them, po i them këto një që më ka vendosur këtu njëra pas tjetrës. Tani ato më të bukura të lëri për në fund, që ta mbyllim me Bravo, gëzi. Patjetër. Faleminderit. Sot, të dashur dëgjues dhe shikues, është dita e dentistëve. Stomatologët festojnë sot në mbar botën. Gëzuar. Të 6 mars u dedikojmë të gjithë stomatologëve kudo që janë. 6 mars, dita e stomatologëve. Ju lem lomi? Po, na lem lomi. Ju lem lomi, shkoni ke dentisti. Na lem edhe lëmalla. Lëmalla. Merroni pak me veten, se keni rregulluar gjithë dynjan edhe dhëmbët tuaja e keni lënë pas dore, se ndodh kjo. Një pastrim gurzash e meritor Robi një herë në kaq. Vetë aty shtriu, bllokoj gjithë orat. Shumë më të nuk ka fare kam qef. Pa muzikë. Dëgjojmë. Ju bëjmë edhe një kërkesë këtyre stomatologëve? Ha. Që mos t'i bëjmë të gjithë me ato dhëmbët uniform?
Po se patët problem, domethënë. Në mendimin tim janë dhëmbët me ofertë. Kur I bën falas. Janë me ofertë po. Dhëmbë çumçakizi. Këto facetat e shndritshme. Po mirë, këto që I bëjnë falas dhe I kanë gjendje aty. Kur I bën për krejt familjen për shembull. Po këto që paguajmë se paguajmë për t'i bërë një soj. Po sepse ka njerëz që kur flen natën kanë frikë. Me I lënë gjithë dritat të fikur, kupton e thënë, "Vë fakë, më kanë dëshëndë se të ndrinë." Se kam te telefonin larg edhe kur zgjojmë buzëqesh. Marrin frymë edhe me gojë, është ndaj janë, se I thënë. Gëzuar dentist, kudo që ndodheni, ne, hey, dentist, ju përshëndesim dentist. Dentist. Sot është edhe dita e vlerësimit. Jo, dita e vlerësimit të punëtorëve. Ne kemi një maj në fakt, kështu po që e festojmë, po sot është dita e vlerësimit të punëtorëve si njerëz të cilët japin një kontribut shumë të shquar në shoqëri, edhe kjo festohet në të gjithë botën. Sepse nëse një maj në fakt është ditë edhe proteste për të drejtat e punëtorëve, kurse sot është veçanërisht ditë kushtuar punëtorëve kudo që janë në të gjithë botën dhe sakrificës që ata bëjnë për të mbajtur gjallë shoqërinë, komunitetin, shtetin e tyre, qytetin, edhe kështu me radhë. Gëzuar të gjithëve, nuk ka festë pa muzikë. Nuk ka ardhur pa punë. Festa pa arsye. Kush? Festa? Ops, se ditës. Kush aty? Qa këtë tima, festën tima. All right. E kam qef të batutën, jo se thash shumë. Së të falë gjithsesi. Nga me muzikun direkt. E ndje pa tjetër, se unë jam I kujdesshëm. Sot është edhe java kombëtare e shkencës dhe inxhinierisë dhe sigurisht që e festojmë sot. Fundjava. Se mbaroj. Na lashën den po. Për gjithë njerëzit që janë të dhënë pas shkencës dhe pas që ndihen shkencëtar brenda vetes. Dhe jo vetëm, ata që zgjedhin që ta studiojnë, ata që zgjedhin që t'i përkushtohen shkencës si një nga elementet kryesor të zhvillimit të një shteti dhe të një kombi dhe të një qytetërimi patjetër, sot kanë ditën e tyre që e festojnë, kanë javën e tyre dhe të inxhinierëve të ardhshëm dhe atyre që janë në treg për momentin. Atyre fëmijëve që luajnë kështu me detergjentët në shtëpi se mendojnë që po shpikin diçka, që kemi bërë të gjithë. Po, gëzuar. Ndjerë një moment shkencëtar. Nuk ka festë pa muzikë. Gëzuar shkencëtarëve të vërtetë. Festa e vitës. Por, mos kujtoni se harrova festën ja u dërgova, kam edhe disa festa tjera që do t'i themi shpejt e shpejt, isim shikon Eva. Kur ajo t'i jeva të vështrim. Nada ti sikur ta kishe ditur, unë duhet ta kisha bërë edhe unë sot në fakt sepse dje isha veshur me blu, sot është National Dressing Blue Day. Jo, urime Nada. Faleminderit. Urime Nada. Duhet festoj sot, dita e blus. Kështu që të gjithë njerëzit që I shikoni të veshur në blu sot, shkojnë I takojnë dhe urojnë. Urime, thojnë gëzuar festën tuaj. Po pse është fest kjo? Mbare mirë. Është fest, një ngjyrë e bukur si bluja për shkak për të gjithë ata festat të tilla për ngjyrën. Ka gjithmonë një herë të parë dhe kjo është sot. Do duhet ta kishim çdo javë ndoshta, ti marrim ngjyrat me radhë. Se mendoni se shpëtuat nga ushqimet, jo, National Oreo Cookie Day, të gjithë ata që I pëlqejnë këto Oreot me të gjitha ato përbërës. Ombla, por okay. E më mirë, gjithsesi, gëzuar të gjithëve. White Chocolate Cheesecake Day, për gjithë ju që pëlqenin cheesecake-un me çokoladë, merreni edhe hajeni sot si një simbolik. Me sheqerin po e tepro kemi sot. E po tash këto janë. Kështo e to. Majva 3 nga këto. Përmëngjes. Cheesecake po. Edhe Oreo. Tani që nga një fest që personalisht nuk është se jam shumë dakord, por National Frozen Food Day, dita e këtyre ushqimeve të ngrira, frutave konkretisht. Si ishte edhe një herë friends? Pash frozen fruits. Frozen Food Day. Ushqimeve të ngrira. Po, kështu që nuk është se janë shumë të shëndetshme. Nuk janë fare të shëndetshme, në fakt meqense njerëzit tani edhe janë mësuar, sepse me këtë tregun globalist edhe me këtë industrinë ushqimore që s'po dihet ku e ka fillin dhe ku e ka barimin. Ne si shoqëri jemi ende mirë mendoj unë, nuk është se vuajmë shumë të pjesë, nuk kemi konsumatorët më të mëdhenj të ushqimeve të ngrira, sepse ende gatuajmë në shtëpi. Kemi produkte organike dhe ky është lajm I mirë dhe mendoj që jemi të shëndetshëm si shoqëri, pavarësisht statistikave për obezitetin, po mos I hani, mos I konsumoni. Janë ushqime të paketuara shumë herët edhe nuk kanë të njëjtën cilësi, qoftë në proteina, vlera ushqimore. Siguri, sepse ato mund të jenë paketuar para 5 vitesh dhe
ti po e merr tani po e gatuan. Dëgjoj shumë njerëz në fakt që kur kthehen nga jashtë shtetit edhe në Europë edhe vinë këtu edhe thon na kishte marr malli. Ora edhe një fundjavë të ikin thon nuk ka bresi ushqimet tona, pik muhabeti, kanë shije, kanë atë aromën e mirë. Po është e vërtet, je ke provuar edhe vet. Po. Do me thënë në momentin që ke provuar frutat apo perimet në New York, nuk kanë absolutisht të njëjtën shije. Mollët kanë qenë si kasht një. Mua më duke një lloj edhe kasht. Domatja me kastravecin më duke një lloj në shije, nuk është se kishin ndonjë ndryshim. Pastaj edhe kjo sepse ne e justifikojmë me këto me nepset tona dhe gëzojmë kur gjejmë diçka që është jashtë sezonit në markete, sidomos andej. Nuk është fare normale që ti të gjesh në çfarë do lloj momenti të vitit luleshtrydh dhe luleshtrydhja të jetë kaq. Është më motor dhe ti e pretë me shika që përmendem edhe me Pavlin. Po. Në rubrikën tonë të mirëqenies ose shalqi edhe pjepër që ti e gjen gjithë vitin. Fruta duhet ngrënë brenda sezonit, po ashtu edhe perimet. Kur s'është normale për këto, imagjino këto por në variantin e ngrirë. Që ti nuk e di se kur janë marrë, kur janë prodhuar, kur janë ngrirë. Për ushqimet super të mira dhe të shëndetshme që ne kemi këtu muzikë tani, kemi festën tonë të ushqimeve të mira. Festa e ditës. Do me thënë tek ushqimet e ngrira, ajo që do preferoja unë më shumë të bleja ose të haja, do ishin vetëm makulloret. Nëse të kap nepsi gjatë vitit për shembull kur do ishte e shkrirë, do ishte një gotë qumësht. Për atë bëjmë kompromise të gjithë. Nga kjo muzika e festës së ditës ne kalojmë prapë në një muzikë të bukur këtu në programin tonë. Zgjohu po deshe. Jemi bashkë, kemi muzikë, mirëmëngjes gjithëve. Mirëmëngjes. Pas kemi nisur ditën me gocat tona sot, Bebe Rexha, pastaj Rita Ora, kishim edhe Dua Lipa. Bravo, të gjitha me radhë, gjithë grupin na përfaqëson shumë mirë dënjësisht. Unë dua shumë të treja. Ora është në 7:39 minuta dhe krahas quizit të ditës gjeku, si çdo të premte ne kemi një quiz të ri dhe sot nuk kemi transformimin e zërit, por kemi një sekuencë nga një film shqiptar. Detyra juaj është të gjeni se cili film është ky. E kemi? E pe veti apo të thamë dy herë? Jam me këta dy sy. Me qirin sy e peti more. Me këta me gjam apo me atë pa gjam? Me këtë me gjam. Me këtë me gjam. Me këtë me gjam apo me këtë pa gjam. Film shumë i bukur, dhe shumë i njohur, Na shkruani. Po e puthi sa glam apo? Kështu si kështu. Ore unë ku i kam lënë xhamat pa. Nuk ka ndonjë burr me cilin mund të flasim këtu? Na shkruani në numrin tonë të telefonit 068 40 63 423 dhe në Instagramin e Premium Channel patjetër. Është bërë domethënë sa herë përmend Instagram, se kokën kështu nga unë më shikon që thuaj Mikaela, thuaj Instagramin e Francit. Ndonjëherë pres ju të thoni Instagramin tim të parë, na shkruani Instagramin e Francit, e kupton? Pastaj, nëse keni mundësi. Kam kushtuar një ditë të tërë programi duke thënë Instagramin. Është drejt, është drejt. Mikaela nuk po ta haku. Mirë, kur të lëshoj faturë pastaj? Okej. Për përmendje Instagrami. Po, filluam faturën. Do dëgjojmë edhe një herë këtë? Do ta gjejmë edhe një herë. Mundemi regjia për kënaqësinë e Mikaelës. E pe veti apo të thamë dy herë? Jam me këta dy sy. Me qirin sy e peti more. Me këta me gjam apo me atë pa gjam? Me këtë me gjam. Dy burra esull. Duke folur me një tjetrin me shumë dashuri. Unë se kuptoj pse. Dhe nga rolet më të bukura të filmave të zhanrit komedi. Se desha lëre. Prit mos. Jo, nuk e them ajo pa. Është thjesht njerëzit do ta gjejnë. Kemi kohë deri në 9:30 i merrni filmat me radhë. Por tani do marrim vendet me radhë, shtetet me radhë, sepse është momenti për Travel News. E nisim me një risi, besoj keni dëgjuar shumë për nomadët digital, që janë ata njerëzit që nuk gjejnë rehat, ose më sakt, përshkruhet si një profesion i lirë. Pra ti mund të punosh nga kudo në çdo vend i botës, mjafton ti jesh një njerëz që zotron disa aftësi dhe vendos që për shembull të shkosh në Kroaci,
të shkosh në Rusi, e ku di unë, dhe mbetesh në profesionin tënd dhe merr detyra nga e gjithë bota me kompanitë që zgjedh ti të punosh. Por ka një trend edhe një risi. Në vitin 2026 thuhet se një numër në rritje vendesh në Europë ofrojnë vizë për nomadët digjital. Leje që ju lejon të jetoni dhe punoni në distancë legalisht jashtë vendit tuaj, zakonisht për 6 deri në 5 vjet, duke kombinuar jetën e punës edhe udhëtimet në vendet më të bukura të kontinentit. Do t'ju pëlqente si gjë? Do ishte interesante, por ne nuk kemi atë lloj profesioni, se zakonisht janë punë që bëhen remote dhe në përgjithësi janë IT, digital creator, shkrimtar më thoshte. Teknologjisë. Shkrimtar thoshte. Po jam shkrimtar o Francë, çfarë them unë, mendoj për veten, të ngacmoj një pasion të ri. Edhe unë për veten mendova kot. Ti Francë ç'do bëje? Kam qef do shkruaja. Do shkruaja. Po patjetër. Shumë vende ofrojnë leje që u japin njerëzve të huaj të punojnë për kompani jashtë vendit, të kenë rezidencë të përkohshme dhe të udhtojnë në zonën Schengen pa kufizime shtesë. Disa nga vendet që ofrojnë vizë nomade digjitale në Europë janë Kroacia, Çipro, Estonia, Greqia dhe Spanja. Njëri më i bukur se tjetri si vende. Këto viza janë krijuar për personat që mund të punojnë online si programues, dizenjues grafik, shkrimtar, konsulent apo profesionist të pavarur që duan të jetojnë në vende si Kroacia, Shqipëria, ne këtu jemi, kështu që zëre se po e bëjmë, Spanja apo Çipro pa nevojën e një pune lokale. Nëse do zgjidhje një vend Francë. Për shembull, imagjino të aplikoja unë për këtu në Shqipëri të më çoni në Korçë. Ku ka Po mirë, edhe Korça shërben si frymëzim. Se ti shkrimtar do të bësh. Është realisht shumë trend dhe në fakt ka edhe shumë të huaj që kanë ardhur, janë digital nomad këtu tek na. Një amerikan mos gaboj është në Girocaster, ka shumë të tillë dhe preferojnë një vit që po jeton aty dhe bën edhe këto videot e veta për kulturën shqiptare, për jetën në Shqipëri. Janë të shpërndarë në për Shqipëri, po unë mendoj që pjesa e jugut është më e frekuentuar nga ta dhe më e përzgjedhur, sepse deti gjithmonë shërben si burim frymëzimi, edhe ndoshta puna, imagjino, domethënë të kesh një punë që sa zgjohesh, merr laptopin me vete, zbret buz detit, ke atë kafen aty, edhe kjo është pamja dhe panorama jote që shoqëron për gjatë ditës. Kjo është liri për mendimin. Muri zyrës të punës tënde. Shumë të tjerë po bëjnë edhe këto, janë bërë edhe resorte në Bali, enkas për këtë punë. Për nomadët digjital. E pande nuk u shkojmë dot ne se. Shiko, megjithatë nuk është edhe kaq shkollajsat që po e themi ne, sepse në momentin që dikush është interesuar për këtë gjë. Po ka edhe një arsye. Ka disa kritere. Patjetër që ka kritere, po ka edhe një arsye se pse këta nomad digital zgjedhin këto vende, siç përmenda Kroacia, Shqipëria, Spanja apo Çipro, sepse financiarisht janë dhe më të përballueshme. Pra vërtet ata kanë fitime nga profesioni që ushtrojnë, por në të njëjtën kohë zgjedhin këto destinacione që janë shumë të bukura dhe harxojnë pak që pa kenë xhepin plot për çdo udhtim apo dëshirë që duan ata të realizojnë. Për ta mbyllur, pas pandemisë shumë vende duan të tërheqin turistë afatgjatë, të mbushin sezonet e ulta turistike dhe të sjellin jetë ekonomikisht aktive në komunitete të reja, ndërsa punëtorët kërkojnë më shumë fleksibilitet dhe cilësi jete. Kështu që kjo është forma më e mirë për të siguruar duke qenë nomad digital. Në Spanjë her pas here ka pas qytete që kanë nxjerrë njoftime që janë të hapura thirrjet për digital, për nomad digital të aplikojnë, mirë po, një nga kriteret është janë sigurisht të ardhurat. Pra ti vërtet mund të kesh një punë online, një punë remote, por nëse ti të ardhurat mujore i ke 200 euro, po them, ato nuk e justifikojnë koston e jetesës aty, kështu që automatikisht nuk të aprovohet ajo vizë. Ka secili shtet këtë kategori kriteresh pas të cilës të aprovojnë ose jo qëndrimin aty. Domethënë që kanë çike zorçme, nuk që nga kaq e thjeshtë sa. Po edhe ndonjë leverdi e madhe nuk është besoj se ata janë të përkohshëm. Prandaj thash në fillim që janë njerëz që zgjen rehat se duan pup lëvizin sa këtej. Derisa ju bie shpirti në paqe diku. E ndihmojnë ekonominë e vendit për pak kohë. Mirë, kurse unë do t'ju çoj tani, nuk është edhe një lajm si thua fort i këndshëm, bëhet fjalë për turizmi në lindjen e mesme që për shkak të situatës luftës që po kalon ajo zonë, turizmi dhe udhëtimet thuajse kanë ngelur në vend numëro dhe gjithë zona rrezikon rreth 40 miliardë euro humbje në shpenzime turistike të lindjes së mesme. 40 miliardë euro. 40 miliardë euro në fakt për shkak të konflikteve të shumta ushtarake që po ndodhin tani në botë. Shumë vende kanë dhënë këshilla vetëm për udhëtime të domosdoshme, ndërsa hapësira ajrore mbetet e mbyllur në shumë zona duke çuar në anulime masive të fluturimeve dhe të udhëtimeve. Sepse sigurisht përpara kënaqësisë që të falin pushimet vjen siguria e jetës në radhë parë.
Edhe sigurisht që po ta shikoni edhe nga harta që ne kemi tani në mbulim, duket që krejt hapësira ajrore e lindjes së mesme është e bllokuar nga fluturimet ajrore, me të drejtë, sepse rrezikohet siguria e qytetarëve. Sipas ekspertëve të ekonomisë së turizmit, vizitat ndërkombëtare në rajon mund të bien deri në 30 milion udhëtar më pak të vit. Pra, nëse ne edhe gjatë lajmeve që kemi dhënë më përpara për këtë zonën e lindjes së mesme, po themi edhe për Dubajin edhe për shtete të tjera andej vërdall, kemi thënë që pritet një boom turistësh dhe një rritje e konsiderueshme turistësh për vitin 2026, që me sa duket nuk do ndodh për shkak të këtij. Sepse nuk mund të parashikonim dot çfarë do ndodhte. E vërtet. Kjo rënje pritet të sjellë një humbje për rreth 34 deri në 56 miliard në shpenzimet totale të vizitorëve në 2026 në krahasuar ajo që po thoshim ne me parashikimet e mëparshme. Efektet e dukshme tashmë, destinacione si Dubai, Doha dhe qytetet të tjera të Gjirit kanë parë anulime masive të rezervimeve, ndërsa udhëtarët me pushime aktuale po përpiqen të rikthehen në vendet e tyre me më pak fluturime në dispozicion. Në të njëjtën kohë kemi parë edhe nga Shqipëria që përgjithsisht këto institucione tregojnë shumë të kujdesshme dhe ju bën thirrje qytetarëve shqiptar, shtetasve shqiptar që ndodhen në këto zona që të tregohen veçanërisht të kujdesshëm dhe të jenë të sigurt në zonat ku rrinë dhe të ndërmarrin ato fluturimet për të kthyer në Shqipëri. Këto ndikimet, një plan evakuimi besoj. Si? Duhet të ketë një plan evakuimi besoj për shqiptarët që janë në këto zona rreziku. Patjetër. Këto ndikime nuk janë vetëm afat shkurtra, ndërprerjet e udhëtimeve dhe perceptimi pas sigurisë mund të ndikojnë në trendet e udhëtimit për muajt në vijim, sidomos për destinacione që varen fort nga trafiku ajror ndërkombëtar, sepse ka edhe linja të cilat përdoren si tranzit atë zonën atje dhe e kanë të pamundur njerëzit që ta ndërmarrin këtë udhëtim për shkak të kësaj situate shumë të vështirë. Ne shpresojmë që të bëhet më mira dhe të kthehet në radhë paqësia, të kthehet siguria dhe çdo gjë të funksionojë siç ka funksionuar më përpara. Okej, Franc, tani pas këtij lajmi pak ishte një gjë që është aktuale, është një realitet pak i vështirë, le të themi, unë do ju çoj në një botë magjike. Dhe duhet të gëzojmë nga pak. Është një destinacion magjik për të gjithë fansat e Harry Potter, duke nisur nga unë e para. Sigurisht ndodhet në Londër. Një dyqan zyrtar i madh Harry Potter po vjen në Oxford Street në Londër, një hapësirë e re prej rreth 2000 metrash katror me 2 kate, plot eksperjenca interaktive, mundësi fotografish dhe mallra ekskluziv nga bota magjike e librit dhe filmave. Ky në fakt është momenti ku unë mendoj se jemi vetëm 2 kolege këtu në studio, sepse dikush, nuk po them kush, you know who, emri të cilit nuk përmendet. Nuk e ka parë filmin, nuk e njeh Harry Potter dhe duke qenë se nuk e njeh, po dëgjoj zëra prap e tmerrshme. Po dëgjoj prap një zë, nuk e di kush është. Nga regjia po më bëj nuk e di kush është fajtor. Të dal jashtë. Por nëse do e kishte parë, do e kishte kuptuar edhe batutën e emrit të cilit nuk mund ta përmendim. Po ndoshta ka dëgjuar këtë Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Jo. Okej. Oj Hermione. Gjithsesi, për të kulturuar. Po do të bëjmë ne të ndjesh fajtor. Danielin e njoh patjetër atë çunin që ai luan. Po e pas shumë klasë. Kam punuar. Tani Danielin di se takon dot, por mund të shkosh te ky dyqani, i cili ose mund të lexosh hapet librat e Harry Potter. Në vjesht të 2026-s dhe do të bëhet një pikë atraktive për turistët dhe fansat që vizitojnë kryeqytetin britanik. Siç e përmenda, do të jetë në Oxford Street në The Ribbon, një nga rrugët më të famshme dhe të frekuentuara në Londër, një vend ideal për udhëtarët që duajnë një përvojë unike shopping gjatë vizitës së tyre, por edhe pak magji brenda. Shumë e bukur. Sa keq që nuk e hapin këtej nga ne. Ta hapim ne një dyqan Harry Potter. Po. Ne mund të hapim në një dyqan për serialet, jo. Serialet tona, serialet shqiptare. Ti nuk je mes nesh. Derisa të përfundoj kjo rubrikë. Jemi vetëm ne të dyja në atë. Vazhdoni, flisni, s'ka problem. Ne të dyja dhe Harry Potter. Ju prandaj, nga që e dini që do flisnin për Harry Potter sot, prandaj rrëzuat kafen, se mendua se do mbushej prapa, apo s'ka lidhje. Kjo ishte goditja e ulët. Wingardium Leviosa. Bravo. Bushu. Okej. Jo. Funksionon. Gjithsesi në dyqan, ta dini. Çfarë ka? Mallrat zyrtare do jenë të limituara. Pra jo nga këto në mas, prodhim aziatik që e gjen në 700 kopje kudo. Suvenire magjike sigurisht. Ma mirë duhet të jetë shtrenjta apo jo? Do ketë skenografi të inspiruar nga elementet ikonike të sagës Harry Potter.
Duhet të jenë të shtrenjta them apo? Jo, nuk besoj. Ka Shikoj, të unë gjitha kam vizituar normale. në vende besoj. të tjera dyqanet e Harry Potter dhe çmimet, nuk kanë qenë çmime njësoj me këto suveniret tipike që ti gjen nëpër qytete, po dhe ndonjë diferencë e frikshme në çmim nuk ka patur. Pastaj nëse ti do të marrësh komplet kostumin e Dumbledore dhe kapela, mund të gjesh pijama me Harry Potter 30 euro ose shkopin magjik 25 euro. 25. Ka ja pun fshesën me 5000 lekë. Po jo, bre, se Po s'është nuk duam nga njëjta. ato, Mirë, bre. okay. Nuk duam nga ato. Është ide biznesi thash edhe unë duke kërkuar për kështu. Jo, ide biznesi fillo lexo librin një herë. Lexoj gjithë. Mos e po, shif kjo po, serialin, nuk kjo ka po. problem. Mos i shif filmat se thash serialin. Mund të shikoj filmin më mirë në fakt. E bërë edhe këtë? E bëra, po dua ta tradhtove shikoj. librin? Jo, se tradhova librin, po nga që kam një seri libra që më presin për t'i lexuar, them. Edhe po i bie shkurt me këtë. Shkurt jo, po gjithsesi. Doja ta shikoja me thënë drejtë. Si serial. Duhet ta shikosh dhe ta diskutojmë prapë. Dhe Jam të i hapim hapur, datë jam i dyqanin hapur. ton, pra nëse të hën nuk na shihni këtu. Kemi nisur një dijeni që biznes të ri. Kemi filluar me shkopa Unë dhe magjike. Mikaela te rubrika startupeve, si nisi ideja? Po ja, ishim në studio. Shumë e bukur do ishte po. Edhe do flisit me një të panjohur, se unë prapë do ta kem parë. Gjithsesi, ta dëgjojmë edhe një herë quizin? Cilin quiz do? Atë të dytin, atë me Quizin e Të dytin dytë e nga dëgjojmë. filmi I dëgjojmë të shqiptar. dy, Okej, ama? e dëgjojmë quizin. Hajde një. E pe veti apo të thamë ty e një? Jam me këta dy sy. Me qilin sy e peti more. Me këta me gjam apo me atë pa gjam? Me këtë me gjam. Xhaxha. Çfarë aktor është më kujtim, të jashtëzakonshëm, të dy ata që po dëgjojmë tani edhe që po bëjnë këtë dialog brillant që kanë ngelur në kujtesën e të gjithëve dhe Një jo vetë. personazh që e bezdiste ose e ngacmonte shumë zhvillimi dhe përparimi i gruas në shoqërinë shqiptare, emancipimi. Film e i saj. mend në fakt, film shumë interesant në kuptimin e përmbajtjes dhe mesazheve, është kjo që po thot Neada. Patjetër që po. Kujtojmë pak edhe quizin gjeje ku, cili vend ka më shumë turistë se sa banor? Jo 4 alternativa për ju, por 3 tashmë. Reykjavik, Prag apo Venecia. Cili prej tyre mund të jetë? 068 20 63 423. Cili vend ka më shumë turist se sa banor? Njerëz pra që jetojnë atje dhe janë vendas, me siguri ka shumë edhe nomad digital aty, se është një nga vendet shqiptohet digital, po shkruhet digital. Me gjë. I dashur Franci. Me gjë. Kështu që kalojmë në muzikë Sa të dhe diskutojnë, rikthehemi me të tjera pas pak. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, 7:59, unë duhet presit bëhet 8. Te kam kusht ritualin ti. E të presim Nada. Vazhdoni. Jo, meqenëse ke dhe festën tënde sot që e veshur kështu me blu. Po, Jo, e duhet ta festuam respektojmë. as dhe është ditë. Ne do të presim Po mirë, ja jashtë. të dëgjojmë siglën pa ashtu se mbase bëhet minuti. Po do bëhet. 8:00. Jo, gëzuar. Mbajmë siglën. Jemi gati për siglën, po. Gëzuar të gjithëve ju që keni ditëlindjen sot. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday Mr. President. Nuk pas kemi një sigël, me sa duket. E kemi siglën sepse tani është momenti i themeve. E kemi showbizin? E kemi në dorë shkatona, bravo, më pëlqeu. E kemi, okay. E bëm. E kemi në dorën tonë. Me thënë e bëm dhe ku jemi? Kush e nis me thashë them? Ne në fakt e nisëm kur ishte momenti i publicitetit, po flisnim për disa personazhe. Me këto punë po merreshim. Merreshim po me thashë them. E nisëm atë personazhin tënd, pa i personazhi jot ka shumë vend për diskutim, kështu që të them unë këtë timen që ka një romancë të bukur në horizont. Do flasim për Shakirën, e cila më në fund po i rikthet romancës pas dramës së madhe që pati nga ndarja me Pike. Këngëtarja 48 vjeçare është në një lidhje me 33 vjeçarin, 48, po s'duket fare. Duket si 25. Që ka lidhur me një 33 vjeçar si po. Dhe di çfarë është ky 33 vjeçari? Basketbollist? Aktor. Si puna jote. Kush është më? Mos Lucian Lavisson. Luante Harry Potter, te filmat e Harry Potter. Okej. Lucian nuk e di nëse e ke parë serialin Emily in Paris. Është ai që bën rolin e të dashurit britanik. Po. Emilia në Paris. Po. Ja, më ja këtë çuni, po unë me këtë kam dalë me Daniel Lin kam dalë. Me të gjithë kemi një kështu, po, kemi një grup. Sa me fat jemi shi këtu mes nesh. Jemi shok shumë të mirë me njëri tjetrin, po. Lumna. Pas kemi qenë me fate se kemi ditur. Sa të mirë duken bashkë. Mashallah. Yje. Më pëlqejnë shumë. Yje. I palestruar që ka ky? Është. Po tash çado zote. Merret shumë. Ka ditë e mban veten, e mban. Shakira, ka shije. Ka një futbolliste, një aktor. Edhe këta që zgjedhin Shakira. Po i don çik të vegjël zakonisht. Jo, kjo është herë e parë që ajo del hapur me dikë me kaq diferencë në moshë.
ka patur edhe Piqué. Paska shumë diferencë. Më se 48 me 33. Po pra Piquéja është 40 ca vjeç tani, kështu që nuk është se kam pasur ndonjë diferencë goxha të madhe. Po mirë, 5-6 vite vite diferencë është. Okay. Gjithsesi. Çifti i bukur që sapo komentuan dhe sapo pam. Janë njohur në xhirimet e videoklipit të këngës së Shakirës në vitin 2024. Nga aty filluan këto gicmicet. Jo po çon një mesazh, jo po çon dy mesazhe dhe do t'i shoh. Pas 2 vitesh, më në fund e kanë, siç e pam edhe nga fotoja, e kanë planuar hapur lidhjen e tyre, për të cilën është përfolur shumë në showbizin ndërkombëtar dhe fansat i kanë ndjekur hap pas hapi për të gjetur këto hintet. Nëse janë në të njëjtat vende, nëse po postojnë nga të njëjtat vende, nëse i bëjnë like e komente njëri tjetrit, se nuk është se merremi vetëm ne në Shqipëri me këto, më bëri like, më bëri follow, më bëri unfollow. Njerëz pa punë kanë në gjithë botën. Merren edhe ato andej. Marrëdhënia e tyre, edhe pse tashmë e konfirmuar, kanë gjallur gjatë gjithë kohës kuriozitet dhe tani janë akoma dhe më kurioz se fillon ky presioni tjetër. Po kur do martohen? Ta kanë 2 vjet. Mos ndoshta kanë ndonjë dasëm në horizont. O mos kanë bërë ndonjë fëmijë këta se dim ne. Jo, atë jo. Atë e dim se Shakirës ja kemi parë ca intervista kohët e fundit. Vazhdon ta ketë atë six pack-un e vet. I kam fëmijët e mi, ka thënë. Dua të shijoj jetën. Mos ja qaj hallin Mikaela se ajo të lindë edhe të nesërmen e ka prap barkun ashtu. E ka. Në rregull. Jo mos ja qaj hallin fare un, po mua tani më kujtoa një gjë tjetër që në momentin që u mor vesh lajmi i ndarjes Shakirës dhe Pikes, dolën edhe këto memet. Nëse dikush traston Shakirën, di do ta thoja është ashtu siç është. Dhe super e suksesshme dhe një nga emrat më të fuqishëm të muzikës në botë, imagjino çfarë mund të ndodh me ty që sa çohesh nga karrika të Kërcet Kurizi. Por jo, mos u demoralizoni. Nuk janë gjithë tradhtar. Po Pike e tradhoi, ë? Po. Gjithaj çun në fakt. E di si e zbuloi kjo? Si e zbuloi? I kishin ngrënë Rachelin në frigorifer. Nga Racheli se i kishte bërë me shenjë. Çfarë thua më? Po se e fuste atë të dashur në re në shtëpi. Po mirë mo Pike e bën që e bën. Pse le kështu shenja? Rënd të pica no. Nëse nuk tradhohet Shakira, un si futbollist e kam pasur qef Pikem, por dhe nuk i hahet grua se Racheli. Ja prek me dorë. More vesh apo jo se të ndan. Ja, siç është rasti që e kanë ndarë. Po ne jemi gjithmonë pro dashurisë dhe na vjen mirë për çdo njeri që është i lumtur në jetën e tij sentimentale, siç na vjen mirë për Shakirën, na vjen shumë mirë edhe për Pedro Pascal. Çfarë ka ndodhur me Pedron? Un kam patur një simpati të veçantë, edhe shumë vajza besoj për Pedro Pascal, po me sa duket, preferencat e tij nuk janë as pak vajzat. Pedro Pascal ka një të dashur të ri, i cili quhet Rafael Olara. U shfaqën për ta konfirmuar tash e themin e romancës për marrëdhënien e tyre së fundmi dhe në qendër të spekulimeve intensive për takimet, dyshja ka bërë një paraqitje të madhe së bashku të martën më 24 shkurt. Sa zemra janë kur janë para. Po tani më fal, edhe një herë nuk e dija këtë gjë. Pedro e kishte deklaruar më përpara orientimin e vet seksual apo? Jo, po se si sillej, si zhvishte ca funde, ca geta kështu edhe të bënte të kuptojë që okay, nuk i paska qej vajzat. Ata u pan duke i mbështjell krahët njëri tjetrit. Se mor Pedro. Po duke i mbështjell krahët njëri tjetrit. I paska vendosur duart rreth belit, sa bukur. Dhe nuk kanë folur kurrë publikisht për seksualitetin e tyre, duke u përkulur dhe duke e mbështetur mjekrën mbi supet e gjera të personit të dyshuar të dashurisë së tij. Okej. Kjo nuk është era e parë që dyshja, e cila ndan të njëjtën kulturë kiliane, e paska dhe patriot, ka shkaktuar bujë. Më herët të muaj ata u pa në disa dalje në Lower East Side të të Trahanatit. Manhattan, Lower East Side. Manhattan. Pedro, të kam dashur gjithmonë, po me sa duket rrugët tona ndahen këtu dhe nuk e di pse e kam të vështirë t'i dalloj këta. Që ka një prirje tjetër, nuk e kam këtë aftësi. Gjithsesi rrof të dashuria në çdo formë trajte ngjyrë të saj. Na iku edhe Pedro si një shok i vjetër që kishim, mori drejtimin e vet edhe ai. Shumë është gjëra normale, ndonjëherë po bën bujë. Ka qenë vit shumë i bujshëm për të në fakt. Ka patur role shumë të mira dhe ka qenë në qendër të vëmendjes dhe dashuria dhe simpatia e fansave është rritur në maksimum për Pedro Pascal. Si aktor nuk ja ham hakun sepse është një nga më produktivët dhe dhe aktorët më interesant në fakt të industrisë Hollywoodit, edhe me këto filmat e fundit ka qenë top. Okej, tani do flasim për atë personazhin tim, Mikaela? Për kënga, se ti ke shumë personazhe me vetes. Për dy do flisim, megjithatë flasim çik për Britney Spears, që është këngëtare që na ka shoqëruar edhe ne me hitet e veta në
Adoleshencë, por që tani sa rritesh mahnitesh ton njerëzit. Çuditesh, kush i la telefonin në dorë Britney Spears. Kush ja la në Instagram. 44 vjeç edhe bën të pabëra tani. E nisi me këtë lajmin që ajo e ka vendosur telefonin e vet këtu përpara dhe ka bërë ca ka bërë një tripod nuk për telefonin. Ka vite që e bën këtë gjë, thjesht këto videot e saj sa vinë e bën edhe është vendi më i frikshëm Instagrami i Britney Spears për të parë. Se gjendja e saj duket e rënduar. Dhe sa herë që ajo bën nga këto veprime dhe nga këto skandale, ka gjithmonë një shpurt të familjarëve të vet dhe të njerëzve që e mbështesin që thonë është e fundit kjo gjë, që po bën jo, sepse pas kësaj do reagoj. Mua më duket sikur e kanë braktisur familjarët e saj, sepse realisht ajo duket sikur ka nevojë për ndihmë dhe fansat her pas here i shkruajnë edhe në komente që vish një bluzë të caktuar ose një ngjyrë të caktuar ose bëj veprime me duar që të kuptojmë që ti nuk je mirë. E kanë braktisur familjarët, po ajo pati dhe një betejë tepër të fortë gjyqësore për të shkëputur nga kujdestaria e tatit dhe nga ky moment shkëputi çdo kontakt me familjarët e vet. Ka qenë aso kohë e lidhur në një marrëdhënie e martuar, mos gaboj me dyshohej që dhe partneri ndoshta e mbante penge dhe keq trajtonte. Po, dhe pas mund të ketë kaluar rreth një vit e pak dhe u nda dhe nga partneri dhe ai ka filluar tashmë mban krahun e familjarëve. Personazh nëse gjatë procesit gjyqësor ai ishte krah Britney për të thënë që këta e kanë shfrytëzuar, kanë abuzuar me të, me famën, me parat, me suksesin e saj. Tani që janë ndarë, është ai në krah të babait apo të familjarëve të tjerë dhe thotë që shiko, okay, Britney ka realisht nevojë për kujdesje mjekësore. Në rrjetet sociale është fuqishëm. Britney përveç se bën nga këto daljet e veta në rrjetet sociale, por është bërë problematike në fakt edhe për sigurinë e qytetarëve, sepse është parë duke ngar makinën në gjendje të veta të çuditshme. Dhe kështu që e kanë arrestuar në një zonë të Kalifornisë në ndikimin e alkoolit Britney Spears dhe nuk është hera e parë që ajo bëhet objekt i prangave të policisë kaliforniane, sepse dhe herët më parshme jo vetëm që e kanë parë në ndikimin e alkoolit, po një herë e kanë parë me telefonin këtu. Një herë tjetër e ngisnë makinën në korsinë e gabuar. Janë episode të përsëritura. Edhe sa herë që arrestojnë thotë oops, I did it again. Ky ishte edhe titulli në Daily Mail që thoshte oops, she did it again, sepse e ka përsëritur disa herë këtë gjën dhe shikoni se çfarë thot këtu. Thotë që familjarët e vet thonë që ky ishte një incident i pafat, thonë, për të, nuk është se e bëri enkas ajo. Është plotësisht i pafalshëm, Britney do të ndërmarr hapat e dur dhe do të zbatojë ligjin dhe shpresojmë që ky të jetë hapi i parë në ndryshimin e shumë pritur që duhet të ndodhë në jetën e Britneyt. Shpresojmë që ajo të marrë ndihmën dhe mbështetjen që i nevojitet gjatë kësaj kohe të vështirë. Ti mbledhi pëllumbat kudo ku i ka lëshuar në na vjen shumë keq realisht. Ti mbledhi pëllumbat patjetër, por nuk është fjala për këto gjobat që kanë këta në Kaliforni. $1,000, $2,000 dhe për këto periudhat e pikërisht. Shëndetin e vet, por dhe kthehet dhe në një situash në cënim të sigurisë publike, se tani më fal, ti japësh makinës në gjendje të derë dhe të dalësh nga korsia tjetër, qofsh Britney Spears, qofsh kushdo qofsh ti. Jo, ka shtetë. Po pra, çfarë thua se jo, po jam Britney. Edhe çfarë pastaj? Jo, po Britney Spears e mbam. It's a god mrajon aty, atë tash i futu mrajona. Të vjen keq se si degradojnë kështu personazhet që ndonjëherë ti i ke patur idhuj. Po, i rritur me ta. Po. Ka njerëz që degradojnë, po ka edhe njerëz që zgjedhin të si thua të rivitalizohen, të ripërtërihen dhe të bëjnë nga këto botokse, gjëra dhe kështu me radhë, dhe të bëjnë objekt bisedash e kështu me radhë. Bëhet fjala për Jim Carrey, ne kemi parë të gjithë këtë episodin e fundit që ka ndodhur kur ai mori atë çmimin e mirënjohjes dhe bëri atë fjalimin e vet në frëngjisht të gjithin, ishte shumë i bukur fjalimi patjetër. Por sado i bukur që të ishte fjalimi dhe sado gjëra me mend që ai të ketë thënë tek ajo pranimi i çmimit që ai mori, njerëzit të gjithë, po çmimin për karrierën. Caesar Awards në Francë, në Paris ka qenë ftuar. Ku foli edhe frëngjisht. Foli frëngjisht dhe sado fjalë të bukura dhe me mend të ketë thënë atje, njerëzit të gjithë u fokusuan tek ndryshimi drastik i pamjes vet dhe pati teori konspirative. Jo po është kloni Jim Carrey, jo po është ky make-up artist I cili është shndruar si ai. Edhe kur e pyetën Jimin atij thanë cila është your favorite laughing mask, this I'm wearing right now, thaj, sepse është shumë interesant kështu. I është futur spiritualitetit ka vite Jim Carrey, por me këtë bëri goxha buj me këtë daljen e fundit, nuk e dim se si është e vërteta. Kanë filluar teori konspirative pafund. Kryesisht për këtë idenë e klonimit, po ndërkohë nga ana tjetër ka edhe shumë të tjerë që e besojnë që është thjesht kjo
ndryshimi që këto artistë bëjnë me kalimin e moshës për të ruajtur rinin, po ndërkohë e teprojnë me atë ndryshimin, e teprojnë me ato fillerat. Edhe i çik edhe tak dhe pastaj përshëndetje, gjeni ndryshimin mes Jim Carrey dhe Donatella Versace. Po ende nuk ka patur një reagim nga vetë Jim Carrey për ta sqaruar të gjithë situatën, prandaj edhe ka patur teori të shumta, jo vetëm për paraqitjen edhe duken e tij, faktin që doli me flokë shumë të gjata dhe njerëzit thanë po si ka mundësi se nga dalja e fundit nuk i kishte kaq të gjata kur ju rritën flokët kaq shpejt. Fakti që ai mori përsipër të fliste frëngjisht dhe të ishte shumë pozitiv dhe i dashur dhe i sjellshëm, çka nuk ka ndodhur kurrë me Jim Carrey, i cili gjithmonë ka lënë gjurmë në daljet e tij apo në këto eventet ku është përblyer me çmime, sepse ka kundërshtuar gjithmonë sistemin, ka akuzuar gjithmonë Hollywoodin për çdo gjë që kanë bërë, madje edhe Shtetet e Bashkuara për mënyrën se si kanë abuzuar me fëmijët për të qenë aty ku janë edhe për të marrë para pafund edhe për të fshehur pas kësaj fasadës së arritjeve edhe të luksit. Në të njëjtën kohë, një detaj tjetër shumë interesant që fansat e kishin kapur ishte fakti që ai kishte firmosur autografe me dorën e tij të djathtë. Gjë që në të vërtetë Jim Carrey është mëngjarash. Po. Majtosh, pra shkruan, edhe njerëzit u habitën nga gjithë kjo dashuri edhe mirësjellje, sepse ai është shumë ekspresiv, ai fillon imiton, nuk i ka qef intervista, shkatron gjithçka dhe prandaj është shumë i dashur. Kështu që spekulimet vazhdojnë, për më tepër që ka përfituar edhe make-up artist që ti e përmende, Alexis Stone, ai ka publikuar në profilin e tij të Instagramit një foto nga dalja e fundit e Jim Carreyt në Caesar Awards dhe një foto të bërë me AI, sikur ishte një mask e bërë nga ai dhe mund të ketë qenë ai prezent në këtë ceremoni, po ende janë spekulime dhe nuk është vërtetuar. Ekipi të PR të Jim Carrey tani është duke i ikur mendja, sepse në vend që të kishin këtë problemin se çfarë titujsh apo çfarë buje do bëj Jim Carrey me fjalimin e tij, tani duhet të merren me a është Jimmy, as është Jimmy, a ka bërë filler, a është mask. Dhe në intervistën e fundit ai ka thënë që nëse do më shikoni ndryshe një ditë, dijeni që nuk jam unë. Po mund të jetë një klon i im. Kanë filluar të rikthehen intervistave dhe daljive të tij të mëparshme. Në kokën time, në mendjen time do vazhdoj të ngelet përjetësisht një moment ikonik në kineman botërore dhe në interpretimin e Jim Carreyt, and in case you don't see me, good morning, good afternoon and good night. Flasim për The Truman Show. Kështu që sido që tjetë e vërteta. Madje, për t'ju bashkuar kësaj që the, një spekulim tjetër është fakti që ndoshta ky është PR-i më i mirë dhe për faktin se po përgatitet për një film të ri. S'ka nevojë ai të bëj dalje kaq të fuqishme për të thënë që po bëj një film sepse është Jim Carrey. Të gjithë kanë nevojë sepse fundja ajo industri ashtu funksionon dhe është pak kot kjo teoria që un kam arritur majën dhe nuk kam më nevojë për reklam, nuk kam më nevojë për PR, nuk kam më nevojë për njerëzit në lëvizje. Jo, të gjithë i bëjnë shërbim punës së vet deri në detaj, kështu që kaq shumë, domethënë a priori kur luan Jim Carrey dhe është domethënë përflitet për një film të ri, nuk është nevoja për një bujë kaq të madhe që ai po nxjerr filmin e vet të ri, më kupton? Patjetër, po duhet të llogarisësh që konsumatorët më të mëdhenj për momentin janë brezi 20-25 apo 15 deri në 25. Ata nuk janë rritur me Jim siç jemi rritur ne me filmat e tij. Shojnë Emily in Paris, siç e tham, shojnë Lucienin e Shakirës, kështu që do interesojnë më shumë për një film të Lucienit se sa të Jimit. Për të bërë pak zhurmë. Nuk e dim si është e vërteta, por pastaj Jimmy njihet që është karakteri veçantë edhe personazhi i maskave. A është Jim Carrey vërtet? A nuk është, nuk e dim, por dim të 068206423. Dim të themi që Zgjo po desh është program shumë i vërtet, Franci është e vërtet, Neada është e vërtet, Mikaela është e vërtet. Ku e diti? Unë shpresoj. Po për ndryshe s'do ta derni të kafe në mënyrë pikërisht prandaj e derdhëm, se nuk i kemi marrë komandat siç duhet. Na kishin programuar mirë sot. Muzikë dhe kthehemi pas pak. Mirëmëngjes. Me dashuri e nisëm, e vazhduam. To fall in love again. Aha, po mirë. Duhet të bien prapë në dashuri. Bo Franc çapate më. Ja, më kur bëhet fjalë për dashurira, për gjëra. A ke nevojë për ujë? Si bëjmë, jo, faleminderit, kafen e kam pirë. Se si më mblidhet një këtu. Një kot këtha. Kam një sik shumë këtu tha. Bravo. Mirë, mëngjesi edhe një herë. Sërish. 104.6 Radio Travel dhe në ekranin e Premium Channel. Ky është Zgjohu po deshe. Ne sot jemi Friday Fun Day, po themi për gjëra, po flasim për gjëra shumë interesante dhe ka mbërritur momenti që tani të flasim për ngjarjet më të rëndësishme kulturore që ka kryer qyteti dhe jo vetëm gjatë fundjavës. Po, për t'ju dhënë disa sugjerime se si të kaloni një Fun Day edhe ju, po ndryshe nga ditët e tjera. Më jepni leje tani son? Patjetër që po. Japim. Kemi sigël apo?
Jo, nuk ka bësh edhe kemi. Sigla. Kjo ishte. Atëre, për të gjithë ju që jeni fansa të baletit, por dhe për të gjithë ata që duhet të provojnë ta shikojnë për herë të parë se do dashurohen me baletin, ja u premtoj. Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit rikthen pas 25 vitesh baletin Lola. Për herë të parë është vënë në skenë në 21 maj 1958 dhe është një vepër dramatike me motive spanjolle që trajton dashurinë, tradhtinë dhe hakmarrjen në sfondin e luftës kundër pushtimit francez. E keni në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit, siç ju thash, sot, nesër dhe pas nesër, pra data 6, 7 dhe 8 mars. Gjithashtu, për të gjithë ata që duan të argëtohen me të vegjëlit e tyre, është shfaqja familjare Energjia e cirkut, një spektakël argëtues nga cirku kombëtar me akrobaci, humor dhe performanca dinamike për fëmijët dhe familjen. Shfaqja synon të sjellë energji dhe magjinë e cirkut në një format të përshtatshëm për publikun e ri. Këtë e gjeni tek Teatri Kukullave. Sa mirë na bëhet çfarë. Okej, ndërkohë që dje Teatri Kombëtar ka pasur premierën e tij të radhës, që ishte Drejtësi në Nuremberg në regjin Arben Kumbaros dhe në interpretimin e trupës së teatrit kombëtar të Tiranës, një shfaqje në fakt që nuk duhet humbur. Një nga veprat më të rëndësishme sa i takon luftës së dytë botërore dhe gjyqit famshëm që u bë në Nuremberg në interpretimin e aktorëve shumë të mirë të teatrit shqiptar në përgjithësi. E gjeni në datat 6 ishte që është sot, nesër dhe pas nesër. Jo, do thoja ishte dje premiera, por vazhdon sot, nesër dhe pas nesër. Dhe sigurisht e keni dhe fundjavën tjetër për të mos u humbur edhe kjo shfaqje në Teatrin Kombëtar, ndërkohë që dhe Teatri Kombëtar Eksperimental Kujtim Spaj Vogli po përgatitet për premierën e tij të re në regjinë e Rafael Hoxhait dhe në interpretimin e një brezi shumë të mirë dhe të rinj aktorësh, ndër të cilët përmendim Silvio Goskovën dhe Jurgen Markun. Por edhe në dramatizimin e bukur dhe interesant të Bujar Hoxhait. E kemi javën tjetër këtë, do ftojmë besoj një nga çunat që të vitë na flasë. Kaini dhe Abeli, një fantastike. Vepër në fakt e ndërtuar. Shumë e bukur. Po, por çunat kanë bërë një qasje të vetën shumë kreative dhe në tekst dhe në konceptin se si e kanë sjellë. Për ju që do të jeni në Shkodër dhe ju pëlqejnë ekspozitat, kjo është mundësia për të vizituar ekspozitën Paraja rrëfen 100 vjet jetë dhe ngjarje nga Banka e Shqipërisë në qytetin e Shkodrës. Kjo ekspozit ka nisur nga data 3 mars dhe do të vijojë deri në 7 mars, pra deri nesër. Një përshkrim i shkurtër sa i takon kësaj ekspozite dhe këtij aktiviteti. Paraja rrëfen 100 vjet jetë dhe ngjarje nga Banka e Shqipërisë është një ekspozitë historike organizuar nga Muzeu i Bankës së Shqipërisë në bashkëpunim me Institutin Italian të Kulturës. Sjell një rrëfim mbi 100 vite histori financiare dhe kombëtare përmes monedhave, kartmonedhave të ralla, dokumenteve arkivore dhe objekteve origjinale. Ekspozita ndërlidh historinë e Bankës së Shqipërisë me zhvillimet ekonomike, politike dhe geopolitike që kanë formësuar vendin. Mua më duket tepër interesante të them të drejtën. Ekspozita mbahet në Kinema Republika në bulevardin Skënderbeu në qytetin e Shkodrës në orën 9 të mëngjesit deri në 17:30 pas dite. Sigurisht hyrja është e lirë, edhe ky është një lajm i mirë për ata që duan të ta vizitojnë. Dhe vizita po ashtu ka një guid gjatë orarit zyrtar. Kjo sa i takon qytetit të Shkodrës, ndërkohë në datën 13 mars përgatitemi për një koncert nga Orkestra Simfonike e RTS-s Ludwig van Beethoven. Koncerti do të jetë një mbrëmje madhështore me kryeveprat e pavdekshme të Beethoven. Mikaela, ti e njeh shumë mirë për kë po flas. Në program, kështu si Franci që të shoqërohesha me të por të gjitha veprat e tij kam studiuar. Do të ketë triple koncerti opera OP 56 për violin. Ja me Opus. Yes, ja shikon, nuk është fusha ime fare. Opus 56 për violin, violonçel dhe piano. Simfonia numër 5 në do minor, vepra ikonike që ka sfiduar kohën dhe mbetet simbol i fatit që troket në derë. Ke luajtur ndonjë nga këto, Mikaela? Po. Ke luajtur? Kam luajtur sonata Beethoven dhe koncert Beethoven. Bravo. Simfoni jo. Ndërkohë solist do të jenë Ermir Abeshi në violin, Giuliano De Angelis violonçel dhe Merita Rexha Trshana në piano. Meritën e njeh besoj. Po, patjetër. Po të bëj pyetje.
Dirigent është Facundo Agudin. Ja, këtë nuk e njoh. Facundo, po. I jashtëm në datën 13 mars në orën 19 në sallën e Universitetit të Arteve dhe hyrja është e lirë. Nuk e kuptoj pse nuk i vizitoni këto ngjarje dhe këto aktivitete në kryeqytet edhe kur hyrja është e lirë. Niseni ju të parët, jepni shembullin e mirë. Patjetër që po. Dhe t'ju ndjekin dhe të tjerë. Edhe me para e bëjmë. Patjetër të lutem. Ti ndoshta nuk e parë që se kemi dokumentuar në Instagram, po ne i bëjmë. Po. Kemi një gjë tjetër. Takon ngjarjeve kulturore, besoj është mjaftueshëm si për të rriturit edhe për fëmijët, kryeqyteti po. Sa mirë që ka kaq shumë aktivitete, Tirana është plot patjetër, por dhe qytetet nuk më pëlqen të them këto qytetet kryesore sepse në fakt është dëshira ime shumë personale dhe shumë e sinqertë që jo vetëm Shkodra, Korça që njihen që kanë aktivitet kulturor të zgjeruar në teatr dhe në ekspozita dhe kështu me radhë, por do doja që vërtet shumë nga qytetet e Shqipërisë të kenë një fundjavë të mbushur me gjëra për t'u parë, për t'u ndjekur, për t'u shijuar dhe kështu me radhë. Shpresojmë jo vetëm në teatr, jo vetëm me koncerte, me të gjitha fushat e artit. E ndërkohë që ju njoh me sugjerimet kulturore, është momenti se njihni pak dhe me trendet, çfarë po ndodh në botë. Çfarë po ndjekin vajzat e të djemt, cila është ajo që i bën të jenë më in, të jenë më viral, apo ndoshta thjesht e pëlqejnë radhës. Thjesht e pëlqejnë dhe e zbatojnë dhe në jetën e tyre të përditshme. Sigla Se kemi. Patjetër. Sigla. Jo, nuk është momenti për e ha këtu, e dim vetë ato kur është për e ha. Po. Trendi i parë për të cilin do të flasim sot quhet Clean Girl Soft Luxury. Në fakt është trend që është për ne gotat o Francë, e vura re që nga titulli. Si quhet? Clean Girl. Clean Girl. Po. Okej. Ose thënë ndryshe Soft Luxury. Soft Luxury. Po. Okej. Një luks që nuk bërtet. Quiet luxury, luksi i qetë. Luksi i qetë. Që do me thënë? Që do me thënë, ja më lejo të ta shpjegoj. Do me thënë, e para njërë ne, siç na sheh këtu. Më në fund, pas kaq shumë vitesh, filluan vajzat të heshin dorë nga të vesurit e takave që në pikë të mëngjesit. Një make-up profesional për të pirë kafet e lagja, xixa pafund, smoky eye, po, një gjë që dikur bëj për dasma apo për evente. Smoky eye është kur e bën syrin komplet të zi. Pra, tepër i rënduar. I vë dhe ca çorpik të gjatë, pra, se kështu. Ato bijuteritë që ishin nga 5 gisht varse apo çdo gjë e egzageruar. Të gjitha këto tashmë nuk janë 10 kilometra larg. Po parfumi hajde, po se mund t'i qëndrosh larg dhe se ndjen dhe se merr vesh fare. Po kur e sheh ashtu me xixa me termina në orën 7 të mëngjesit ka diçka që nuk shkon miq. Po e vërtetë është. Megjithatë, më në fund jemi duke u rikthyer drejt normalitetit, drejt gjërave të kuruara, por gjithsesi të pastra, të këndshme për tu parë. Është një nga estetikat më dominante të momentit, kjo e Clean Girl. Dhe trendi nuk ka të bëjë me rroba të shtrenjta, po me mënyrën se si paraqitesh. Pra, ti je e rregullt, të kesh një pamje që duket e pastër, të mos bërtasësh në paraqitjen tënde. Kafja që më derdh mua sot. Por nice. Isha shumë e pastër kur erdha këtu në punë. Elementët kryesor janë një make-up shumë i lehtë. Blush, blush është ajo roza që vendosim ne këtu. Blush është, okay. Blush ajo tjetra si quaj? Tepër Toni syve. Kjo smoky eye është një metodë lyerje. Okej, do t'i kem parasysh. Një lëkurë me shkëlqim natyral, me blush nga këto roze çelur, jo ajo e rënduar. Jo ajo e rënduar. Jo ti, jo konturime. Me vetulla të kreura lart, flok të disiplinuar, jo me dal sikur jo flok karamel natyrale në mëngjes. Po, vetulla natyrale dhe mundësisht të pa heshura, dhe thjesht të ngrira me atë xhelin që përdorim të gjithë. Ngjyrat që janë më in për këtë trend janë ngjyra bezh, gria, e bardha, e zeza dhe siç e keni parë deri më tani. Ngjyrat e tokës. Me këto ngjyra kemi qenë që në fillim dhe po vazhdojmë, ja që dojmë ndonjë ditë kështu themi të sjellim pak ngjyrë, shqyrë na i solli Nada në studio. Na shmërzive dhe garderoba, unë prandaj bëra këtë thyrje. Desha që bëjmë besnik. Më mungonin ngjyrat prandaj. Aksesorët duhet të jenë minimal. Pra, qoftë varse, byzylyk, unaza, vas, çdo gjë minimale. Edhe për masat e aksesorëve, pra vaf më të vegjël, ku diun po rikthehen tek perlat, tek gurët e vegjël, jo shumë të gjatë, jo shumë të ngarkuar, jo shumë pompoz. Ky është ai momenti kur ti s'di ç'të thuash edhe rimeresh me telefonin, se këto kanë të flasin për të gjë. Mund të mësosh. Po patjetër, ky trend është bërë akoma më global. Francë kryesisht nga videot në TikTok, këto videot që bëjnë Get Ready With Me, bëu gati me mua.
ku tregojnë rutinën e tyre të kujdesit dhe pastaj vendosjen e çdo aksesori dhe kombinimet që bëjnë apo tualeti make-upi që përdorin për gjatë ditës. Shumë informacion interesant. Shumë, është interesante. Po jam edhe ti brenda informacionit ja, se me ato ngjyra ja. Se tregon që njerëzit gjithmonë më shumë po zgjedhin stilin minimalist, jo vetëm në Minimalist, dukjen e tyre, po ndoshta edhe në arredimin e shtëpisë. Ore për çdo gjë njerëzit po kthehen atje ku Të gjërat e thjeshta. Të gjërat e Dhe thjeshta. është edhe pak psikologjike në fakt, sepse në momentin e parë që ti sheh, mua më ka ndodhur të shoh vajza apo gra në rrugë që mund të jenë ndoshta me ngjyrat monokrom, po me këto ngjyrat e tokës gjithmonë. Me flokët e krehura, por jo kreje dasmash, një kreje që të qëndrojnë flokët thjesht të bindur, le të themi. Me atë tualetin e lehtë të thjeshtë, duken edhe më të bukura. Sa bukur. Sa më thjeshtë edhe më Jep bukur. idenë një personi që ka jetën në kontroll dhe zgjedh gjithmonë cilësinë dhe jo Edhe sasinë. për shihet e mia, mua do më bënte shumë më shumë siç realisht më bën përshtypje një vajzë e cila është kështu siç thot Mikaela, nëse do ta shikoja për herë të parë, sesa një vajzë e mbi ngarkuar me lyerje, me bizhu dhe kështu me radhë. Kështu që pavarësisht se dalin çdo vit, çdo sezon nga këto sfilatat e modës, nga Fashion Week, lloj-lloj trendesh, nuk duhet ta harroni që vetë kompanitë e modës kanë thënë less is more. Less is more patjetër. I zgjuar ai që di ta bëj edhe ta menaxhoj. Më mirë të dish ta se sa të kesh. Jo vetëm vajzat, po edhe djem. Madje filluar po, shumë, më duket sikur po zgjedhin më shumë këtë stilin me ngjyrat e sigurta ose kjo garderoba kapsul siç njihet ndryshe, nuk janë me ato patterns, kuadrata, të vijat pafund, po kombinime shumë të thjeshta, ku ngjyrat nuk e vrasin edhe nuk mbi vendosen mbi njëra tjetrën. Edhe shqyr që erdhi kjo ditë, se ka lezet ti shohësh me pallto, me xhaketa që janë të veshur me stile dhe duken shumë. Vazhdojmë të qëndrojmë te ngjyra bezh, qartazi besh, gri, gjurtulle, ngjyrniu. Nuk e di a mbani mend një këmishë në 97 e kuqe, e mban mend të kujtim? E kuqe me kuadrata. Ngjyrë bakri. Po vazhdon të ketë nga ato. Shikoj si bën Aldo. Vazhdon të ketë, opa. Lëviz nga vendi thon këto të regjistë. Diku është e bukur, domethënë që këto tani po i rikthehen si një gjë nostalgjike që dikur është përdorur shumë dhe tani po përdoret në modë për të risjellë atë lloj. Sidomos mos pastrimi vetullave. Jo. Fix, ajo po rikthehet. Po flas për veshjet në përgjithësi domethënë, vintage. Luku në total, dukja. Përsërisim edhe një herë quizin për ditën e sotme. Gjeje ku cili qytet ka më shumë turist se sa banor? Reykjavik, Prag apo Venecia? Cili qytet ka më shumë turist se sa banor? 068 40 63 423 dhe Instagrami i Premium Channel. Përfituesin kemi një kupon në vlerën e 50 eurove nga Sweet Spot. Shkëputemi me Jo, do shkëputemi. Në fakt kemi edhe një trend tjetër. Kemi një trend tjetër, kemi Barsaletën, prisës, do shkëputemi kaq kollaj. Do shkëputemi çik më vonë. Unë kuptoj që është momenti që ti do të shtriqesh, të këndosh, të kërcesh. Çfarë trendi tjetër kemi? Jo, trendi tjetër ka të bëjë me këtë botën virtuale, me rrjetet sociale. Tjetër tani. Me vetun lum kush i ka. Ja, mua për shembull në gjithë këto vite jetë nuk pranojnë të ma heqin vetëm se thot vetulla jote natyrale është perfekte. Jemi sy e vesh ne dhe regjia. Ne i dëgjojmë dhe ata na dëgjojnë. Që thoni ju, që sta ta zgjoj, trendi i radhës është për influencers. Por jo për ata me 1 milion ndjekës, 200.000 ndjekës e gjitha këto shifrat maramëndse, por për micro-influencers. Bet fjalë për ata që janë nga 5.000 le të themi, apo qoftë edhe me 1.000 ka patur raste, deri në 25 apo 30.000 ndjekës në Instagram, TikTok, pra në të gjitha platformat që përdoren për reklamim. Janë bërë tashmë bashkëpunimet e preferuara të bizneseve me këto me micro-influencers, sepse angazhimi është më real në profilet e tyre. Okay. Sigurisht që në profilin e dikujt me 1 milion ndjekës mund të kesh 200.000, 300.000 like, por janë vetëm për personazhin. Dhe ai personazh duke bërë vazhdimisht nga dita në ditë mundësisht 4-5 reklama në ditë, vetë ndjekësit e tij e shohin dhe e pëlqejnë për atë që është, por jo se bëhen klient të biznesit që personazhi po reklamon. Ndërkohë e kundërta ndodh me këto të tjerë që kanë nga 1.000 deri në 30.000 ndjekës, siç po thoja. Nëse micro-influencers quhen. Shishi çater mos nxjerrin mor zoti i madh. Çdo gjë që këta reklamojnë merret më tepër në konsiderat. Këta janë edhe nga këto influencers që kanë ende kohën apo dëshirën për t'ju kthyer përgjigje ndjekësve vet. Pra nëse ti reklamon diçka, e kam shumë më të kollaj të kontaktoj ty të them shikoj më thuaj realisht çfarë mendon për këtë produktin, ku mund ta gjej, sa kushton, a ja vlen, as ja vlen, sesa ti shkruaj dikujt që ka 1 milion, 2 milion ndjekës që e di që nuk do të shoh atë mesazh kur. Automatikisht u bëjmë kliente e biznesit, përderisa po interesohen për të. Dhe është parë si një mënyrë tepër e mirë për të tërhequr sa më shumë klient. Për më tepër, nëse përdor të tillë influencers, pra kjo kategori, ky range i ndjekësve,
mund të bësh reklamim në rrjetet sociale me 5-6 influencers dhe kostja mund të jetë shumë më Me ulët. ulët qartë, po. Se sa do paguash për një reklam dikë që ka pafund followersa. Shumë interesante, i ka rënë Edhe lapsit këtu gjithmonë më tepër për të dalim ulur sërish te kostot njerëzit. Cilësia mbi sasin. Cilësia mbi sasin, në këtë botë marketingu të tmerrshëm, të çuditshëm që po kalojmë ne, njerëzit gjithmonë më tepër përpiqen që të shpenzojnë sa më pak gjëra, por dhe të kenë cilësi në të njëjtën kohë dhe me sa duket ky është rasti micro-influencers, duhet lexuar ndonjë libër kështu për Është marketing. industri më vetë e Francë. Edhe Është sigurisht që ka edhe kategorizime të tilla, se ka njerëz që punojnë, domethënë siç punojnë në jetën reale, e zhvendosin atë edhe në rrjetet sociale. Pra ofrojnë një produkt, kanë diçka për çitur, kanë diçka për treguar, siç ke ti idhujt e tu në fushën e aktrimit apo ku diun çfarë të tërheq në fushën e sportit, patjetër që ka edhe njerëz të tjerë që duan të dinë sidomos në vajzat një personazh ekrani apo një aktore shumë të mirë apo dikë që është reale dhe i përdor rrjetet sociale në funksion të njerëzve të tjerë për të treguar produktet, veshjet, pra jemi kuriozi natyrë, të dimë të mësojmë. Mua më duket më shumë si një socializim i madh sesa diçka për të përfituar dhe për të shitur. Pra kur dikush të shkruar në Instagramin tënd që ose e bukur kjo gjë ku mund ta gjej, ose si ndihesh duke e bërë këtë aktivitetin, ose pse ke zgjedhur këtë qendrën për të bërë ku diun X shërbim, është më shumë sikur flet me një shoqe sesa të duash ta bindësh atë dhe për të treguar që ti je superiore dhe ti bën gjëra më interesante. Varet si është gjithë secili. Kështu që prandaj është edhe në rritje si industri, si fushë mendoj unë, se të gjithë kemi nevojë të mësojmë dhe të dimë më shumë. Edhe ne jemi shoqëri që aty jemi të fokusuar ose te televizioni ose te rrjetet sociale. Ore pun ka po s'ka profesionista kështu me radhë. Okej, dhe tani kemi mbërritur tek momenti barsaletës së ditës. Qeshuj çik, po qeshni më çik. Po qeshni more. Sot vajza, barsaleta sotme është në një vend që quhet kinema. Keni qenë ndonjëherë? Jo. Kemi çfarë është kjo? Ku e kam atë bazën? Ju lutem, pra shumë e bukur. Libra, gjëra. Jepe një film shumë i bukur, romantik, me çifte kështu në kinema, edhe patjetër që ishin disa çifte që kishin shkuar që ta shikonin. Ka për kështu, për qafe, shikonin filmin, reagonin, të kapur për dore, shkëmbenin ndonjë vështrim interesante dhe kështu me radhë. Një çift tani që ishte shumë i përqendruar tek filmi dhe po e shikonte kështu, her pas here dëgjonte këtë nga mbrapa, një zë, një si rënkim kështu. Ja bën taj. Ora ç'a po ndodh? Vazhdonin shikonin filmin. Dëgjonin një rënkim këtë mbrapa nga fundi i sallës kinemas. E kthye një kokën, ç'është ky idiot që po na shqetëson, po sepse dhe pavarësisht se është kinema, duhet të mbash qetësisë që të shikosh dhe ta shijosh filmin siç duhet. Vazhdonte filmi. Ja bën ta i mbrapa. Messi. Ç'a po ndodh more? Po rënkonte, reagonte kështu me radhë. Një herë, dy herë u shqetësuan, u bezdisën të gjithë këta njerëzit që ishin atje. Dikur ky çuni i çiftit që ishin atje të dy, domethënë thret përgjegjësin e sallës. Çuni tha, "Ka mundsi një sekond të vish këtu?" I tha, "Se kam një gjë të ta them." I tha, "Vajtaj me po zotri, tha, ç'a problemi ka?" Ore, shkoan në mbrapa, i tha, "Është njëri që po rënkon, i tha, po na bezdisi, tha, nuk e di ç'a ka. Çdo që të ketë, i tha, shko thuaj të mbaj qetësi sepse ne po shikojmë filmin." Shkon ky përgjegjësi me atë dritën, sepse ishte salla në errësirë, me atë dritën duke shkuar, duke e gjetur. Ja bën ta i tipi ande akoma. I shkon atje. I thot, zotri, thot, ishte vetëm. Mund të më japësh pak biletën të ta shikoj, thot. E merr biletën, ja shikon me atë dritën, me atë elektrikun, kështu shikon. E shikon një kështu. Po o zotri, thot, po mirë më ti se ke vendin këtu, thot, ti ke vendin lart në lozhë, thot. Po aty isha po rashë, tha. Prandaj po ndesh. Prandaj po rënkonte. Kështu që këtë kemi pasur si një sken tek një shfaqje që ne kemi luajtur te karnavalet e Korçës. Okej, kështu kjo ishte edhe barsaleta e ditës sot, apo doni edhe ndonjë tjetër? E keni edhe një tjetër? Si. Majva, Është gati edhe për një tjetër. Edhe një barsalet. Bëj 2. Mos e themun atë me lepurin atë. Lutem se. Mirë, okay, ja po e themi barsalet. U takua një djalë dhe një vajzë për herë të parë. Kishin lënë një date, thoni ju. Një takim. Një takim, po. U takuan me njëri tjetrin, u ulën, po njihnin njëri tjetrin patjetër dhe në një moment nga që donin që
këtu jemi. Ta njihni shumë më mirë dhe thellësisht njëri tjetrin, i thotë kjo vajza, më fali thotë të të pyes sepse meqense ta kemi parë, unë dua të të njoh më mirë. Ti i tha a pi cigare se mund të dalësh ti apo mund të mos e ndezësh sepse nuk do që të më bësh mua përshtypje të keqe. Jo, nuk bëhet fjalë. Unë s'pi fare as cigare se nuk e kam për zakon. Shumë mirë, tha, më pëlqen deri këtu. Alkool pi tha, e ke jo. Unë alkooli tha në botë tha, unë sas që bëhet fjalë tha. As në këtë botë as në tjetrën. As në tjetrën. Sa mirë, më pëlqen shumë që ti që nga njëri pa vese as cigare, as alkool nuk pi. Po kështu, më fal që po të pyesi, tha se janë gjëra vërtet personale, po unë dua të njoh tha se ku i di se Bixhoza luani tha shkon atje. Unë Bixhoz Le moi. Unë të shkoj aty të luaj, nuk bëhet fjali, tha, nuk s'ka shanse. Sa mirë kjo entuziazmuaj, tha, sa mirë, tha, që ti nuk luan as Bixhoz, nuk pi as cigar, nuk pi as alkooli, tha, ti që nge dal për së mbari dhe kështu me radhë. Më fali, tha, të pyesi, tha, se kam nevojë të njoh akoma më shumë, tha, për të punuar, punoni, tha. Unë punoj, tha, patjetër. Unë kam 2 biznese të mia, ti tha, kam vënë kapital të mjaftueshëm, kam kontaktet e mia me njerëzit jashtë shtetit edhe kështu me radhë. Sa mirë, tha, po ti pas ke gjithë këto gjëra, tha, për herë të parë, tha, po dal me njëri i cili nuk ka as një far vesi, tha. Vesi tha ky? Kam vetëm një, tha. Çaj tha, gënjej shumë, tha. Shumë e bukur. Ja, kështu. Ka edhe nga këta njerëz që të gënjejnë të rrejnë. Ama mirë, ja, paktën e tha në fund. Gënje shtratbardh. Mirë, do t'i bëjmë kështu. Tani kemi muzikë. Tani pa momenti për një kënaqësinë e natës kemi këngë. Faleminderit shumë. Pak se mirëmëngjes të gjithëve. Hey, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Vazhdon të jesh poshtoj bulari? Çfarë ti? Jo, më erdhi kështu në mënyrë fare natyrale që të bëja një hyrje. Po ty duhet të vinte festa ditës në mënyrë fare natyrale. Pse festa e ditës. Është bashkuar festës së ditës edhe Elefteria që është veshur me blu njësoj si unë. Elefteria, mirëmëngjes. E di ti që sot është dita e njerëzve që vishen me blu, që duhet të vishen me blu, apo vërtet është dita e ngjyrës blu. Jo. Thjesht unë frymëzoj nga pushimet për ngjyrat edhe okay. Blu si deti. Mirë gëzuar gjithsesi me qenë se e veshur me blu. E di si e bër si një plazh i bukur në Sharm el Sheikh. Sa bukur. Po më lërmon që t'ja thoja unë atë gjë ti direkt. Po sa të mendohesh ti Francë? Ku e dini ty që s'do t'ja thoja më? Unë pres momentin. Ne shkojmë në Antalya bashk. Ashtu ë? Po kur të shkojmë në Antalya është zona jote. Ja, urdhë, kaq. U ndan territoret. Po sot jemi në Sharm el Sheikh. Po, okay, do flasim për resorte. Po, do shkojmë në Sharm el Sheikh sepse edhe pse duhet thënë që zhvillimet e fundit edhe e gjithë më shumë propaganda duhet thënë e mediave raportuar konflikteve apo trazirave. E kishim edhe sot, po e përmend. Po, duket sikur viti na ka zënë jo mirë, edhe vetëm 3 muaj por intensiv këto 3 muaj në shumë çka, por sikur se e thash është më shumë një propagandë se sa një situatë reale. Të paktën kështu shpresojmë dhe urojmë deri më tani. Ndaj planet për pushime vazhdojnë, po edhe pse duhet thënë që ka një skepticizëm tek të gjithë ata që nuk i kanë rezervuar ende pushimet e tyre, por edhe ata që i kanë me të drejtë. Është e sigurt apo jo situata dhe çfarë ndodh është që në të vërtetë duket sikur media po kërkon shumë dhe po do shumë që të ndodhë një luftë e tretë botërore, por ndërkohë nga ana tjetër nëse pyet individ të ndryshëm të cilët ndodhen në Dubai ku ka pasur trazira apo në Turqi apo në Greqi, thonë që situata është qetë dhe nuk është as pak ajo situata e tmeshme që ne shohim jo vetëm të raportuar në media, por edhe në rrjetet sociale, në Instagram, në TikTok, nga ku njerëzit tani më edhe marrin atë referimin kryesor, duhet thonë, se ata kanë pushimeve të tyre. Kështu që duke uruar dhe shpresuar që situata do të mbetet e qetë dhe nuk do ndodhi ndonjë apokalipsi mundshëm. Urojmë që jo. E gjithsesi jeta vazhdon, edhe në rastin më të keq. Se nuk është në momentin që është vërtet, por ndodh diçka, të gjithë stopojnë edhe mbyllen në shtëpi, jo, jeta vazhdon. Të gjithë duhet të shkojmë në punë, duhet të mbarojmë ato punës tona, projektet tona, të kujdesemi për familjen e çdo gjë tjetër që vazhdojmë të bëjmë në përditshmëri. Kjo është e vërtetë, por asesi nuk mund të rrim pa e folur elefantin në dhomë, kështu që të flasim për pushimet ndërkohë që nga ana tjetër zihen e gjithë dynjaja për situata të tilla, është e rëndësishme të theksojmë që të paktën nga çfarë ne kemi kontakte të drejtë për drejta, jo vetëm me guidat, por edhe me menaxherët e resorteve, atje jeta vazhdon të jetë shumë e bukur. Elefanti le të jetë në dhomën e një
resorti që ne kemi zgjedhur Sa për mirë, sa mirë do Dhe ishte. jo një, por 3 resorte do na thot Do na do njojë na sot flas do na Eleftheria, njoh po. Eleftheria sot. Po, unë në fakt kam shumë kënaqësi që në këtë rubrikën tonë hera herës të flasim jo vetëm për destinacion, por edhe për resorte, dhe duhet thënë që resortet janë të shumta në Sharm el Sheikh, ku pa diskutim përpos atyre që duan të shijojnë pjesën turistike të qytetit, Soho Square me festat deri në mbrëmje vonë apo shumë aktivitete të ndryshme që Egjipti ofron. Sigurisht janë edhe resortet ku 3 nga ato me 5 yje janë Meraki Resort, Sunrise White Hill dhe Cleopatra Luxury Resort. Secila prej tyre ndodhet në vit të parë me detin, e unë do doja që të ndaleshim pak nga pak tek secila prej tyre, edhe për të thënë disa detaje më së shumti, por edhe për të bërë, le të themi, diferencën e njërës me tjetrën, dhe jo pa qëllim kam zgjedhur Meraki Resort të parin, sepse është një resort i cili dedikohet tërësisht të rriturve. Pra është adults only. Okay. Janë 18 plus të gjithë fëmijët e Francit pa marrë me vete. Fëmijët ideal të Francit, imagjinar të Francit. Por po, ky është një vend vetëm për të rriturit dhe kryesisht preferohet më së shumti nga të gjitha ata çifte që së paku çfarë ka ndodhur në sezonet e kaluara kanë celebruar martesën e tyre apo kanë dashur të pushojnë pak përpara se të bëjnë ceremoninë e tyre disa ditore, sikurse kemi traditën në shqiptarët. Sepse duhet thënë që është një nga resortet më të bukura, të paktën në Sharm el Sheikh, po edhe në destinacione të tjera, me sa kam parë dhe sa kam informacion unë, dhe ka një standard të lartë të shërbimit aty. Po. Në fakt stafi është një nga le të themi pikat kryesore apo armët e forta të Merakit. Për shkak jo vetëm të faktit që janë shumë në për të gjithë resortin që të asistojnë në çdo shërbim që ofron, por gjithashtu edhe janë kontakti i parë për të marrë atë mikpritjen e ngrohtë egjiptiane që të gjithë turistët pasi e provojnë e pohojnë me zë të lartë. Duhet thënë që është një nga resortet me ranking më të lartë, jo vetëm në Booking, por gjithashtu në shumë platforma të tjera të cilat merren me vlerësimin e resorteve. Ka një vlerësim 9.4 nga klientët. Nga klientët, pa diskutim, po, sepse duhet thënë që një nga mënyrat se si tani jo vetëm agjensit, po çdo kush bëhet i besueshëm është nëpërmjet fakteve të cilat vinë nga përshtypjet e reale të klientëve që kanë qenë atje, kanë vizituar dhe kanë lënë përshtypjet e tyre. Ndodhet në vit të parë me detin dhe vlen për të theksuar kjo, dhe është një resort i gjithë në të bardhë. Për të gjithë ato vajzat që duan të shkrepin foton ideale të Instagramit. Këtu në Santorini. Po, në fakt, po nada. Ndryshe, Meraki konsiderohet edhe si një greqi e vogël brenda Egjiptit, sepse është i gjithë me të bardhë, me gjelbërim pafund dhe me lule ngjyrë rozë, dhe ti e përshtypin sikur je në ishujt e Milos apo të Paros me fotografin perfekte. Po shikojmë këto pamje tani, mbulim nga regjia dhe që ka një mrekulli, o bobo. Po, në fakt, që kemi këtë tendencë për një gjashtë të bukur, thot mrekulli dhe shton pastaj o bobo. O bobo, po. O bobo është për hall, jemi këtu. Është aq e bukur sa ti ndonjëherë edhe se beson dot. Prandaj thua o bobon e shton. Është shumë e bukur, ka plot 280 dhoma, të cilat janë të ndarë në kategori të ndryshme, duke filluar nga standard, nga dhomat familjare, edhe ato me dalje direkte në pishinë. Ka gjithashtu edhe suita të cilat ofrojnë pak më shumë hapësirë dhe facilitet për ata që pushojnë së bashku me të dashurin e tyre të zemrës apo një grup pak më të madh njerëzish, sepse duhet thënë që është edhe i përshtatshëm për grupe shoqërore të cilët duan të festojnë, sepse duke qenë se është një resort vetëm për të rriturit, festat janë të shumta dhe nisin që në mëngjes herët e deri në mbrëmje vonë. Në orët e para të paradites, ka organizime nga më të ndryshmet, pije pa limit në të gjithë zonën, jo vetëm të beach barit, por edhe të bareve dhe restoranteve. Disa menu à la carte, restorante à la carte, por gjithashtu edhe bufe në restorantin me koncept bufe që nuk mungon tani më në asnjë resort, jo vetëm të Antalyas, por gjithashtu edhe të Sharm el Sheikh, dhe duhet thënë që Meraki mbetet në top listën e të gjithë e kanë Merak kur vjen puna për të shkuar në Sharm el Sheikh. Tani Meraku i njerëzve është edhe çmimi që ofrojnë, si më thënë, çmimi i këtyre paketave edhe kështu me radhë, nuk e di se si i ka suitave dhe i dhomave me pamje nga mali. Se bëhet diferencë madhe. Ende, Sharm el Sheikh është nën ofertën e early booking. Pra, për të gjitha rezervimet e resorteve, është ende sezoni i rezervimeve të hershme dhe ka një ulje prej 50 deri në 50% të resorteve, kështu që për të gjithë ata që i mendojnë pushimit e tyre, mirë është të flasin me vajzat e zyrave të VAS, jo vetëm në Teg, por gjithashtu në blok tani më edhe në pazarin e ri, por gjithashtu edhe në qendrën tregtare Teg.
në zyrën e Zoom Trip dhe jo vetëm të marrin informacion për çmimin, por gjithashtu edhe për shumëllëshmërinë e aktiviteteve, se duhet thënë që të gjithë ata që shkojnë për të pushuar në Egjipt fillimisht referohen nga resorti, më pas shtojmë dhe një aktivitet, pastaj edhe një tjetër, pastaj edhe një tjetër dhe duam që pushimet mos mbeten as si monotone në Sharm. Jam kurioze dhe ndoshta e ke si informacion përveç shqiptarëve, cilat kombësie preferojnë shumë Sharm el Sheikun edhe këto resorte që ti ke zgjedhur? Shikoj, që pas situatës së pandemisë, si duhet thënë që është para dhe pas e rëson, sa i takon edhe industrisë së turizmit. Pati një tjetërsim dhe një riformatim, duhet thënë, të mënyrës se si pushojmë. Tani më si në Antalya, si në Egjipt duket sikur të gjithë patë mundësinë që asë kohë të përjetonin pak nga çfarë këto vende ofrojnë. Dhe kombësitë janë nga më të ndryshmet. Duhet thënë pa diskutim që rusët, italianët, gjermanët, Ukraina janë disa nga vendet le të themi që gjejmë më së shumti pushues në këto resorte, por nuk do habitesha nëse në qendrat e Sharm do gjenim kombësi nga më të ndryshmet dhe thjesht do përshëndeteshim thuajse njiheshim prej vitesh. Kështu që sikurse është një vend që ofron shumë shka, ashtu është edhe një vend që duket sikur të gjithë njerëzit përkasin aty, sepse për gjatë ditëve që ti je duke pushuar, përshtatesh mjaft lehtë me mënyrën e tyre të jetuarit edhe të pushuarit, sepse të ftojnë edhe të mikpresin, edhe jo më kot njihen edhe për dashamirësinë e tyre në të mikpritur. Madje një nga eksperiencat e çuditshme që mund të bësh në Sharm el Sheikh referuar edhe nga pyetjeve të çuditshme që hera s'u vin nga Franci, po me ty e ka, është që në një zonë të caktuar të Egjiptit nëpërmjet guidës mund të shkosh dhe të jetosh njëjtë sikurse jetojnë beduinët në format e tyre tradicionale, në tenda. Ja, këtu sa po e konfirmove Francin nga resortet e pensionet në tendën e beduinëve. Kjo që nga jo po kjo që nga domethënë për tikur që nesër. Po, shkon dhe jeton fiks si beduinët në tendat e tyre, duke pirë çajin tradicional, të luajnë dhe pak syt kështu me të zezë, sikurse kanë zakon. Apo s'më shkojnë mua po të lyj kështu syt kështu të më dalin në parë. E kam provuar në teatr prandaj. Bëj metalars pastaj. Po. Që një gjë fantastike në fakt. Ja, këto gjurmojun Lefteri dhe Sami që i thua sepse ka njerëz që duan edhe përvoja të tilla autentike, aty që ne shpesh në lajmet tona referuar turizmin që kemi thënë këtu në zgjohë po deshe, njerëzit përgjithsisht po zgjedhin këto përvojat sa më tepër autentike për të prekur dhe për ta shijuar kulturën e vendit. Jo pushime pasive, pra, jo. Jo thjesht atë shëndrimi në shezllon, ri futu në det, dil nga det, prap shezllon, gjumë në shezllon, pije në shezllon, ushqim në shezllon. Kjo është e vërtet, po. Por sërish resortet, duke qenë se janë afër le të themi zonës së qytetit, nëpërmjet transfertave të ndryshme ke mundësinë që jo vetëm të shijosh pa diskutim përvojat autentike, por edhe për ata që duan pushimet komode në të tërë kuptimin e plot të fjalës, se duket sikur njerëzit po vërtet i duan pas një viti të gjatë të lodhshëm, ndoshta edhe për shkak sepse tani e kemi diskutuar që udhëtimet janë bërë edhe më të shpeshta, edhe më të lehta dhe kemi mundësinë që të përjetojmë përvoja të ndryshme autentike në shumë vende të tjera. Dhe kur diskutojmë për pushime, duam mirëfilli ato pushime e relaksit ose së paku të kemi mundësinë të kombinojmë. Kjo do ishte e mesmjartë dhe më idealja. Resorti i dytë që do ndalemi për të përfituar pak nga koha është Sunrise White Hill. Mirupafshim Meraki. Faleminderit. Bardhësinë e Merakit do ta marrim dhe tek Sunrise White Hilli, i cili sikurse edhe në emër duket si një kodër e bardhë, i ndërtuar në një kodër të bardhë. Me një pamje fantastike të detit, e duhet thënë që është vetëm 2 kilometra larg aeroportit. Dhe pse e theksoj këtë është sepse për shkak të udhëtimeve, sidomos kur mendojmë për pushimet, momentin që duam të mbërrim në resort është 1 orë më përpara. Nuk duam të humbasim as një sekondë të fakti që është vetëm 2 kilometër larg aeroportit është shumë komod. Sepse ti mjafton të lësh valizhet në dhomë dhe del direkt për të shijuar plazhin, për të marrë rrezet e para e më pas për të kesh mundësinë për të pushuar për gjatë drekës. Ndodhet gjithashtu në vit të parë me detin ka një kuzhinë ndërkombëtare dhe çfarë bën të veçantë është pishina Infinite, e cila ndër të tjera është edhe një pishinë me ngrohje, pra jo vetëm për ata që shkojnë për gjatë pikut të verës, ku pa diskutim vetëm ngrohja nuk duhet në pishinë, por edhe për ata që e konsiderojnë Egjiptin edhe më vonë, pra në fund të shtatorit, tetorit apo nëntorit, sepse duhet thënë që është një destinacion 365 ditë të vitit për shkak të klimës së tyre optimale. Po, temperaturat e ujit
mesatarisht janë 22 deri 24 gradë Celsius ujë të detit, kështu që po flasim për një vend relativisht shumë të ngrohtë. Dhe për këtë fakt kam menduar edhe pishinën me ujë të ngrohtë. Është i gjithë i bardhë, sikurse e përmenda, me një gjelbërim shumë të shtuar dhe çfarë bie në sy në fakt është gjelbërimi i shtuar me palmat e larta edhe me oksigjenin që na duhet në ditët e nxehta të verës. Po ky resort besoj nuk është vetëm për të rriturit. Jo, ky është një resort gjithëpërfshirës. Është edhe për fëmijët, edhe për familjarët me plot 370 dhoma, pra kemi të bëjmë me një resort pak më të madh. I cili edhe këto dhoma janë të ndarë në kategori të ndryshme, ku një pjesë të madhe të tyre e zën dhomat familjare që kanë dalje edhe në kopshte, por edhe në pishina individuale, pra jo dalje direkte, po dhe del ke pishinën individuale, dhe kjo është perfekte në fakt, ndoshta edhe për ata që kanë fëmijët pak më të vegjël dhe duan t'i kenë në monitorim gjatë gjithë kohës, por edhe për çiftet që duan të shkoputen totalisht, kështu që okay të keshen mami, mund të rish në ujë, por këtu te dhoma. Ka një shumëllëshmëri aktivitetesh, ka një shumëllëshmëri aktivitetesh që duhet thënë që në orët e para të mëngjesit nisin aktivitetet në zonën e pishinave, më pas edhe në mbrëmje. Gjelbërimi nuk mungon asesi, është një nga pikat gjithashtu më të mira dhe më ideale për të bërë snorkeling dhe për të bërë scuba diving. Super. Sepse dalja në gjirin privat të Sunrise White Hill të ofron të shohësh peshqit me sy të lirë. Edhe pa pasur nevojën e syzeve, po për të bërë snorkeling është një nga vendet më perfekte dhe mund të takohesh me Nemon aty. Praktikisht është barrierën koralore kaq të pasur. Dhe Dori në rastin ton sot. T'japin ndjesinë që ti je në një qytet më vete. Ne dukemi si hoste të Merakit edhe Sunrise-it. Mirësertë në resortin ton. Apo të dyja të veshura kështu me blu, me të bardhë që është elektrikeria dhe fiton nga oferta pra. Mirë shumë. Një tjetër pikë e rëndësishme e Sunrise për të kaluar më pas e resortit fundit është fakti që festat në mbrëmje zgjasin deri në orën 10 të darkës për të mos shqetësuar të gjithë ata që duan të flenë herët. Për ata që duan festa 10 të darkës? Jo, përfundojnë në orën 10 të darkës. Nisin pak më herë dhe përfundojnë në orën 10 të darkës, për ata që vazhdojnë pa orare më të zgjatura, pyes për një shoqë në zonën e plazhit. Se ne ngelim duke fjetur domethënë në 10. Qartë. Pushimet paktën. Shihojmë çik më shumë. Në zonën e plazhit vijojnë festat ose në Soho Square, që është shumë pranë me një transfer të shkurtër, shumë pranë resortit, edhe në Soho Square është fiks vendi ku festa nuk mbaron asnjëherë deri në orët e para të mëngjesit për ata që duan të festojnë deri vonë. Soho Square, po. Soho, Mikaela. Është momenti që mos të tregojmë introverte, të shkojmë aty në Soho dhe ta kemi informacion këtu për çmimet? Si janë paketat për këtë resort? Gjithashtu edhe në këtë resort, por në të gjitha resortet deri më tani kemi 50% zbritje, duke qenë se jemi në early booking. Edhe për faktin që fëmijët do të jenë pjesë e kësaj pakete, ka dhe lehtësire të mundshme në momentin që 50%. Po, 50%. Të shumë, po. Jemi ende në early booking, po. 50% zbritje është për çfarë do lloj date, pra nëse unë futem tani dhe dua të prenotoj për një javë në gusht. Po. Javën e parë të gushtit. Javën e parë të gushtit është ky është koncepti i early booking. Duke marrë në konsiderat faktin që ne rezervojmë që në mars për në gusht. Se ka shumë njerëz që e konceptojnë këtë zbritjen, thonë okay, duhet të iki tani ose maksimumi në maj pa filluar tamam sezoni. Po kjo është një gjë thellësisht tipikisht shqiptare që ne na duket sikur duhet ikim patjetër se humbasim atë pastaj. Jo. E keni njerëz bëheni tani, shkoni në gusht për qejf, kështu që se kemi filluar i lëmë për momentin e fundit. Po duhet përfituar nga oferta. Kjo është vërtet, zbritje është fantastike. Madje kur vjen vera pastaj të duket sikur pushimet i kanë falur, se i ke menduar që tani dhe i ke paguar që tani. Është kjo ndjesia. Nga xhepi jo do dalin gjithsesi, po është psikologjike, po. Të vret në fillim, po pastaj e shehon shumë, harron fare. Dhe resorti i fundit, por jo më pak i rëndësishëm edhe për shkak sepse është shumë i veçantë, është Cleopatra Luxury Resort dhe ndodhet në Nap Bay. Në një nga gjiret më të bukura të Sharm el Sheikh, ku turistë nga gjithë bota në fakt vijnë pikërisht këtu për të bërë scuba diving. Nëpërmjet trajnimeve të ndryshme, duhet thënë që nuk është një sport lehtësisht i bëshëm nga të gjithë, të paktën pa marrë trajnime, është i vështirë dhe ka nevojë për një frymarrje të mirë, frymarrje shumë të mirë. Duhet marrë pak seriozisht, domethënë nuk është thjesht shkon aty, merr atë veshjen dhe futesh bën foton. Jo, të larguar me një shije të keqe, po, nga pushimet është e rëndësishme që të bëjmë trajtimet paraprake. Është një resort kompakt i cili është i ndarë në dy zona. Në zonën qendrore ku ndodhet le të themi godina kryesore me dhoma, por gjithashtu edhe në zonën tjetër e cila përfshin pishinat dhe duhet thënë që ka mbi 6 pishina të ndryshme,
zona e restoranteve dhe e bareve dhe fakti që ka 6 pishina të ndryshme është për shkak sepse 2 apo 3 prej tyre janë të dedikuara vetëm për fëmijët. Jo vetëm me nivelin e thellësisë pishinave, por gjithashtu edhe me shumëllëshmërinë e aktiviteteve që atje bëhen për fëmijët paradite. Ndërsa në zonën e pishinave për të rriturit paradite ka sporte apo aktivitete fizike të cilat zhvillohen në ujë, për ta nisur kështu mëngjesin me kemi parë ato videos me energji, aerobinë e mëngjesit. Me aerobinë e mëngjesit, po dhe për të 3 me mua. Ti je me beduinët, ç'ke? Eci. Largohu nga pishina jonë. Unë jam edhe me beduinët edhe me pishinat, unë jam universal, po nuk kuptojnë. Ndjes e Lefterisë ka momente që ne shkëputemi edhe. Nuk ka faj, e mirë kuptoj shumë. Dhe ndër të tjera, ky resort ndodhet në vit të parë me detin dhe ka një shumëllëshmëri gjithashtu restorantesh ku shumë prej tyre janë à la carte dhe ofrojnë kuzhina nga më të ndryshmet. Një nga shqetësimet më kryesore të individëve kur shkojnë në resortet e Egjiptit është kuzhina, për shkak se ham dot apo nuk ham dot ushqimet e tyre, po kryesisht ka kuzhinë mezetare, por nuk mungon ajo aziatike, indiane dhe italiane. Duhet thënë që këto janë restorantet à la carte. Sa kohë qëndron aty gati një javë ose ka njerëz që pushojnë edhe më shumë, është e rëndësishme që të konsumojnë gjëra të mira dhe që i shijojnë. Bashkë me atë pamjen fantastike që është aty, një sipërfaqe shumë e madhe, rrethuar me palma. A ka edhe bicikleta? Mund ta shëtisësh të resort me bicikletë? Po, ka edhe bicikleta për ta shëtitur resortin, por në të vërtetë duke qenë se ka shumë gjelbërim, do ishte ideale dhe është perfekte të paktën për ata që duan të bëjnë ecjen e pasdites, ndoshta përpara se të shkojnë në zonën e plazhit për të evituar që të bëhen me rër apo nuk duan të prishin veshin e tyre. Duke qenë se resorti është ndryshe nga të tjerët, nuk është i ndërtuar në një kodër, por është i sheshtë dhe është i lehtë për tu aksesuar edhe në këmbë, sepse resortet e tjera duke qenë se janë ndërtuar në formën e një kodre, duket sikur duhet pak mund për të shkuar po deri atje. Kështu që ato xhirot me bicikleta në Maldive kur të kemi në një resort aty. Po vetëm kemi bicikleta. Po është resort për të gjitha moshat. Është resort për të gjitha moshat dhe e veçantë e këtij resorti gjithashtu është se në zonën e plazhit privat, duke qenë se ndodhet në një nga gjiret më të bukura, shezonat janë të ndarë njëra nga tjetra me kashta në një formë gjysmëhëne për të ruajtur jo vetëm privatësinë, por edhe për të le të themi për të krijuar atë shtëpizën tonë brenda gjirit të tyre privat. Është ideale për të gjitha moshat, si beduinët me ato. Si beduinët, po. Meqense kishim merak beduinët në buzë të plazhit, por edhe Kleopatra. Kështu që këto ishin resortet që unë kisha përzgjedhur sot si 3 nga më të mirët që Sharmi mirë se tjetri, Elefteri, domethënë nuk dim se këtë zgjedhim më përpara, gjithë këto. Nga një për secilin. Mendoj unë. S'do ishte keq. Gjithë këto opsione, gjithë këto gjëra të mira. O të gjitha dhe dy të tjerë ishin fantastike. 50% ulje. Zitoni njerëz vasi ka opsione të mira. Përveç se po paguan atë tarifën e resortit të pushimeve, ke dhe ato 50% sikur po t'i falin, po të dhurojnë ato lekët. Janë lekët tuaja në fund të ditës, more nuk është se ju shumë faleminderit. Është çmim i mirë për pushimet të tilla të gjata. Të presim prapë të premten tjetër. Po, me resorte të reja ose destinacione. Ditë mbar sot. Flasim përpara për ngjyrën, çfarë do bëjmë? Ja u them unë, ditën. Faleminderit, ditë mbar sot. Faleminderit ju vazhdimoni. Mirëmëngjes gjithëve, s'kemi mbaruar, jemi edhe në çikore, mos u largoni. Shemi pas pak. Jo, po desha, mirëmëngjes. Kuri kthye momenti i amore. Mirëmëngjesi. Nuk jemi vetëm, jemi me një të ftuar i cili ne menduam të na kërkonte top këtu në studio, po na kërkoi kufje. Na kërkoi kufje. Gjithsesi për të ftuar i tha penalltin e gjuaj vet. Mirëmëngjes Eni Imami. Mirëmëngjes. Je njëri që zgjohesh herën ti apo kështu? Po, përgjithsisht nga sporti. Sa mirë, shumë mirë. Është e nevojshme. Po, shumë mirë. Ka herët sa ne apo? Jo, aq herët sa. Jo, aq herët. Akoma thuaj. Flasim për Eni Imamin, që është në fakt një futbollist profesionist për vitesh tashmë, pjesë e kategorisë superiore dhe po flisim pak më përpara që ka pasur një karrierë goxha interesante dhe ka qenë në të gjitha qytetet kryesore të Shqipërisë, në ekipet më të traditë të Shqipërisë, ka luajtur me ekipet e kryeqytetit. E kemi pasur fatin ta kemi te Skënderbeu në Korçë, ka luajtur në Shkodër. Edhe në Vlorë. Pra se thash mos më ngeli qyteti i dytë mua. Eni, mirëmëngjes. Tani nisëm me këtë karrierën tënde. Si ka ndryshuar në fakt futbolli shqiptar ndër vite, sepse ti po thoje pak më përpara që nga viti 2009 që je pjesë e futbollit shqiptar. Po. Si të duket se ka ndryshuar? Pas pandemisë, sikur ndryshoi çdo gjë, jo vetëm futbolli. Ishte më i bukur, kishte më konkurrencë, më kompetitiv. Shënoheshin më shumë gola, kishte besoj pak më shumë siklet.
para se të fillon dhe nesër. Beson edhe ti tek këto teoritë konspirative që kanë ndikuar pandemia. Tani shënoheshin më shumë gola se vetë futbollistët e merrin më seriozisht dhe Jo, s'është puna për më seriozisht, por kishte më kvalitet në kampionat. Në përzgjedhjen e ekipeve. Kishte edhe më shumë lek. Po këtu na dil. Po se Kishin motiv më të lartë për të shënuar gola. Paguan të Tirana, Partizani, Vllaznia pavarësisht se nuk i ecste, po Vllaznia kishte lojtarë të mirë që i kishte të mirë paguar, Skënderbeu, pastaj që ishte Patjetër. ai ka. Dhe ka ndryshuar, ti që e ke vënë re vetë sepse ke qenë praktikisht ke qenë pjesë deri para janarit vetë shikoja edhe me vërtet që ka ndryshim. Ta marrësh që të po them golshënuesi i kampionatit aktualisht edhe vjet që është Bekimi që unë kam shok. Po është Bale, ngeli vetëm Bale me 12-13 gola, më përpara ishte një konkurrencë Page, ishte Soea, Skënderbeu, lojtarë tjerë dhe po më vinë emra tash një ditë. Jeni të lutem sa më afër mikrofonit, se vale porosi këtë po. Dhe ja pra ku u largove prap. Përqafoje mikrofonin Eni. Ta marr me veten kështu. Jo, mirë. Okej, Eni, po këtë situatën tani të kombëtares tonë si e shikon, meqense jemi në prag të sfidës shumë të rëndësishme me Poloninë që mund të na jap biletën. Në fakt kemi dhe një dëshirë tjetër, po ne do shpresojmë patjetër. Po me gjitha shanset janë tani ta filloj të loboj çik për Muçin unë. Siç po bëjnë zgjedh, se është lojtari i momentit. Po, e drejtë. Duhet të zbon, po lexoja biles gazetën mëngjes, e kam zakon kjo morning routine. Që gjëja e parë Lexon gazetën në mëngjes? Vetëm faqen e parë që del aty. Edhe unë e lexoj. Po si online apo e blen gazetën? Më përpara i kam pas blegur luaj futboll që ishin i bleje. Një të gjë bëj. Ishte gazeta 300 lekë atëherë prandaj. Ka shkuar 500 tani. Po tash. Të bëj më lirë të paguash ofertën. Po lexoja që ishte takuar me trajnerin Silvinho. Edhe besoj që do ketë një grumullim. Lajmi i keq ishte që Broja ishte dëmtuar. Ishte dëmtuar edhe nuk ja del për këto sfida, por që besoj kemi të gjitha mundësitë, pasi edhe lojtarët kanë gjetur lojtarët e kombëtarës, ajo që ata që janë 11 kryesore kanë gjetur ekipet dhe respektivisht lozën të gjithë marrin minuta te ekipet e veta. Nuk ka rëndësi se ku lozë, rëndësishme është që ti të lozësh. E drejtë. Edhe mendoj që i kemi të gjitha shanset, sigurisht që Polonia është të ekip i fortë, fizikisht janë shumë mirë. Janë shumë mirë. Por ne i mundëm ata, kështu që përderisa e kemi mund mirë. Përballë një ekipi shumë të fortë. Shanset aty janë se 90 minuta. Çfarë s'mund të ndodh? Kush është e përbashkët po thuam. Eni, a ke dhe ti përshtypjen që futbolli përgjithsisht ka ndryshuar në krahasim më përpara, mënyra se si bëhet futbolli, mënyra se si trajnerët zgjedhin që ta interpretojnë ndeshjen e kështu me radhë, nuk është më siç ka qenë më përpara. Është e vërtet, biles të njëjtën këto që po thoni ju e lexova pardje, thoshte Rudgulit. Normalisht e njohin të gjithë për mikën edhe në Adën, ndoshta që se din është ne themi po gjithmonë, ta kemi po patjetër. Si te filmi me Jim Carrey që thotë gjithmonë po. Yes, se i përmendën sot e Jim, po qëndrojmë te. Edhe thoshte Rudgulit që tashu është legjendë e Milanit edhe kombëtares hollandeze. Edhe thoshte më shpifur futbolli, nuk shikoj më ndeshje tani. Me të drejtë. Se ka ndryshuar çdo gjë, është bërë çdo gjë pothuajse si teknologji. E ka humbur ajo spontaniteti, domethënë që lër lojtarin thjesht jepi detyrat edhe lër, pastaj në fund do bëj ato që ai di, jo mekanizëm, çdo gjë mekanike. Debati i madh është në fakt edhe për ndërhyrjen e teknologjisë në sport, flasim këtu për VAR-in edhe kështu me radhë. I ka dhënë një dorë patjetër, por ndonjëherë ka humbur atë që Eni po thoshte, si më thën, esencën e futbollit, përmbajtjen, atë gjë që është më njerëzore se sa duhet. Qoftë edhe një gabim që sigurisht më përpara ziheshin, hanin kokën edhe thonin ishte gol, si ishte gol e kështu me radhë. Kjo e ka ndihmuar në këtë aspekt, por ka gjëra të tjera për shkakun që sikur e ka automatizuar çik më shumë se sa duhet. Si mendon ti, Eni, ka qenë i rëndësishëm integrimi i teknologjisë edhe në fushën e futbollit? Me thënë drejtën jam pro teknologjisë. Në paktën kësaj varet sepse heq shumë dyshime, shumë gjëra, po që është edhe pak për çdo gjë domethënë vari, mbrëm darkë. Po shikoja ishte një ndeshje derbi Londrës. Okej, Londra ka shumë derbi, njëra nga këto ishte Tottenhami me Crystal Palace. Janë të dyja ekipet të Londrës. Ja anulloi gol Tottenhamit sepse lojtari kishte fytyrën
offside. Fytyrën jore. Domethënë Gjithë mendonin domethënë se kishte gjurin, kaluam nga shpatulla pjesën e fytyrës edhe sepse tani janë bërë shumë të imta ato kontrollet milimetrike, e kanë kthyer pak edhe në show, më duket. Në Itali për shembull ai del me mikrofonin këtu, mbas edhe në kampionate të tjera dhe e jep vendimin e shpall live si lajmtar kështu deri atje. Nëse më përpara mendonin që korruptoheshin arbitras, tani duhet të korruptosh një haker që të ndërhyjë në sistemin VAR. Se bën dot atë, jo, është në kohë reale. Po ku ka gjë që s'bëhet më pranë? Ku ka gjë që s'bëhet? Kanë gjetë çfarë lloj gjëve, inshallah mos shkoj deri aty puna, po që ishte si të them unë tani. Po kjo të bësh gol sepse ke fytyrën offside, më duket. A mendon ti që po luhet me pasion njësoj si dikur apo ndoshta edhe ndeshjet blihen edhe rezultati dihet fillimisht? Po mirë, edhe njerëzit spekulojnë, ë? Spekulojnë, ajo ndodh. Mendoj që ndodh gjithanë, thjesht studentët në Shqipëri kanë ngel domethënë se si vend Ballkanas që jemi, gjëja para se më shku në punë do pish kafe një. Do merresh me llafe? Do merresh me Terezi, do merresh me llafe. Do ta stisësh edhe një lajm. Pastaj gjëja parë që ndodh është shitje e bëri, po jo. Do të thënë ne kontestojmë vetëm se s'na pëlqen rezultati, po nuk ka asgjë të vërtetë aty. Nuk ndodhin. Nuk ndodh sepse ti monitorohesh, ka organe gjyqësore që i shikojnë këto gjëra, nuk është aq e thjeshtë të shesësh apo të blesh neshë nga kampionati shqiptar sikur po del në treg. E drejt, shumë e drejtë është. Mirë, rikthehemi prapë çik te kombëtarja sepse është krye fjala, nuk duhet lënë pa përmendur që Vasi është në si thua në mbështetje të kombëtares tonë me ofertat e veta për të parë ndeshjen me Polonin në 26 mars e kemi apo jo. Të gjithë sytë të drejtuar nga kombëtarja, ne po flisnim pak për Ernest Muçin, po cilët janë lojtarët më në formë për momentin të kombëtares shqiptare Eni? Po unë përmenda Muçi, është Aslane tani që ndroi ekipet e Polos të Beşiktaşit. Mirë, në një ekip goxha të rëndësishëm. Po sigurisht, është çike çuditshme kjo pjesë, se edhe Muçi ishte te Beşiktaşit, po thosh tu fiksove me Muçin tash, pas shoh ekipi prandaj. Kemi luajt bashkë, kemi ndar dhomë në hotelit bashkë, kështu që. Po në fakt është një nga lojtarët më të rëndësishëm të kombëtarit. Po që ka auguri mirë ky ekipi. Po Beşiktaşi po, është edhe me emër në Turqi. Nga 3 top ekipet është Uzuni që javën e parë të kampionatit çrnoi. Uzuni vazhdon të jetë në Amerikë apo? Në Amerikë, po Mana gjithashtu që te ekipin Turqi tani që shkoi e para u prit si hero, e dyta po bën mirë, po shënon. Pastaj Mitaj nuk e di ja ka loza apo jo, me të drejtë duket ja futa kot tani. Mos na pyet neve, jo madhe mi. Nuk ja futet kot, ti ke shumë të drejtë, po duhet të ketë loz diku edhe ai. Ndoshta. Po megjithatë nga emrat kryesorë i përmendëm, pra Manaj, Uzuni edhe Muçin. Edhe Muçin, edhe me fushën e kemi preferuarin e Enit Arova. Edhe me fushën e kemi shumë aktive për momentin. Aslani, Juli, Sheu po. Arber Hoxha nga krahët si dukemi me këto. Aty pastaj. Se janë shumë të rëndësishme këto kundërsulme të re. Do të jetë rëndësishme po aty në punë trajnerit pastaj si do e mendoj ai do shpresojmë shumë për një super paraqitje të çunave ta, më presim. Eni ti përveç se ke luajtur këtu në Shqipëri dhe ke pasur karrierën tënde si profesionist, jashtë shtetit me kë je tifoz, duam ta dim. Me Realin. Je tifoz i Realit, ë? Çmen. I çmendur. Me Realin dhe me Francën, Prezidani. Okej. Zidani do bëhet trajner, dëgjova i Francës pasi ti Deschamps apo jo? Deschamps. Ashtu thënë edhe Kloppi të Realit. Biles atë po lexoja mbrëm darkë kishte nxjerr ky Fabrizio Romano që thoshte i madhi Fabrizio Romano, i patjetër sushmi që kishte ndërprer kontratën me Red Bullin. Jurgen Klopp e presin të gjithë domethënë që mber të bëhet trajner. Çfarë ndodhi me Xabi Alonso? Të bëjmë çik thashë theme tani. Çfarë ndodhi? Atje është ishte një intervistë i lojtarit. Çfarë ndodhi na iluminoni ishte një intervistë i lojtarit Realit që te këto ekipet nuk ka nevojë tash do shkosh ti thush Mbappes, do lozësh do lozësh. Atje është thjesht për të menaxhuar grupin se po flasin për stars. Po qartë. Ato janë me vërtet stars, jo këto janë këto tani. Në klubet shqiptare a ka filluar edhe këtu prej vitesh tani që të kemi një model të mirë organizimi dhe funksionimi të klubeve që nis që nga ekipet e moshave dhe përfundon me ekipin e parë. Po. Edhe do ta them Biles faleminderit që ma bëre si pyetje se mëra mikrofonin. S'ka gjë. I vetmi me çka kam dëgjuar tani janë Partizani dhe Dinamo dhe Tirana që kanë qenë gjithmonë te pjesa akademisë, por një ekip që më ka bërë përshtypje mua është Teuta. Teuta e Durrësit ka ndruar presidencën këtë vit.
edhe janë fokusuar shumë edhe te akademia, edhe kam dëgjuar domethënë që lojtarët e akademisë nuk e di nga çfarë moshe, po të them deri te mosha 19 vjeç, nuk paguhen as lek. Ashtu, ë? Po. Kjo që ka super ndim. Kjo është me Për të vërtet gjithë super ata që mund ta kenë pasion, Po. talent, por nuk kanë mundësi. Është Sa mirë. është domethënë si Autostradë në faljes. botën siç është jashtë, sepse ti nëse po them merr akademia Manchester City, ti s'do paguash lek te akademia. Ato kanë fitimin e vet, se ndoshta nesër pas nesër ti bëhesh lojtar i mirë, do shitesh Dhe të edhe kanë ja ku i në nxorën menaxhim. të kanë menaxhim. Ja ku i nxorën lekët nga shitja jote. Ti vet pse vendose të tërhiqesh nga futbolli? Pse ky vendim tani? E të rroqa sepse është i shprehë, domethënë më mirë ta lë se sa të më lej. E kupton? Po edhe lodhesha? Po lodhesha. Po lodhesha dhe nuk vitet e fundit, paktën 3 vitet e fundit po luaja në kategori të parë. Edhe në këto 3 vite unë gjita 2 herë në Super League me 2 ekipe. Edhe me të goxha dy arritje. është goxha Dhe besoj arritje. motivim ke patur. Po, dhe të dyja ekipet, domethënë që unë gjita edhe me Dinamon dhe me Vorën vjet, nuk vendosen që të marrin Novonin kontratën. Në Shqipëri është çik problem, domethënë kur i kalon 30 je plak. Kur je para Bie 30 rendimentja, është apo si? unia ai edhe ajo mosha ideale nuk dihet kur. Ndërkohë që domethënë. ti e mbrojtës edhe duhet kishe një karrierë super të gjatë kur e mendon, domethënë. Po kur e kam menduar, që e mendoja domethënë paktën vjet që isha te Vora, nuk e mendoja kurrë që nuk do marrin Novonin kontratën, edhe thoya me veten paktën të los deri 35-36. E kuptoj. Ky ishte Fizikisht jam limiti, po. mirë. E të gjitha, tash okay. Kur erdhën gjërat shumë më mirë tash bëja shu fare, bëj lë fare, bëj kurse se normalisht shpirtet e sportit rri. E Pa drejtë. tjetër. Ne Tani keni po po na shifon, thoshte është më para eksperiencë se sa të fillonim këtë momentin për të folur me të, që tani je duke e bër kursin për Me fillon tani në 31 mars. pra ti e shikon të ardhmen tënde si një trajner futbolli. Më përpara nuk më pëlqente, po tani ka filluar më qef edhe pjesa e trajnerit edhe drejtorit sportiv. Janë dy gjëra domethënë që Të Unë tërheqim shkon xhaketa. momentalisht. Si u prit si vendim tërheqja jote? me thënë drejtën nuk e kam bërë publike, nuk e kam postuar as në Instagram as. Mendova parja, e ke parasysh show-kot. Ato po them pjesa e Ndodhin në familjes qetësi. edhe njerëzit e afërt u mërzitën pak, jo pse e le, pse ashtu. Po kur ja shpjegoj domethënë që u lodha, ka më nerva. se- Kolegët, bashkëpunëtorët e tu, si Ato reaguan? po pse se vazhdove, lozi edhe i vit, e bëj edhe i vit. Hajde, ma. Gjithsesi është vendim patjetër të jetë personal që merr është çdo personale, njeri. rëndësi ka që Aq më ti që tepër. merr vendimin, ti jesh mirë me vendimin që ke marrë dhe jo për ta bërë publike për të parë se çfarë komentesh do bëj pota. Në vërtet. Ne të urojmë karrierë shumë të suksesshme Eni, sepse nuk mbaron këtu karriera jote sportive, mbaron mbase në fushë, por jo jashtë saj, dhe siç e the edhe vet, nuk të ndahet shpirti nga sporti dhe nga futbolli, dhe jam i bindur që do ta kesh jetën të Dhe lidhur s'kam me të sen. përjetësisht. Faleminderit. Shumë faleminderit që ishe dhe juve. që ishe me ne sot në studio, ditë mbar sot, edhe Faleminderit. Po, gjithë do ja mirë. uroj në shumë që fund se t'kishe. unë them ta bëjmë mbylljen bashkë me Eni në studio. Ta bëjmë mbylljen Po, bashkë me bashkë me Tjetër, Eni. mirë. Luajmë një do çik jesh me quizin e filmit Hajde ta dëgjojmë edhe një herë. dhe shpallim fituesin e tij. E kemi? E pe veti apo të thamë? Jam me këta dyshi. Me qirin sy e peti, more. Me këta me gjam apo me atë pa gjam? Me këtë me gjam. Me këtë me xham, ka Pedani, fitues është numri që mbaron me 914 urime, ke fituar një kupon në vlerën e 50 eurove nga Sweet Spot dhe i njëjti kupon shkon edhe për numrin që mbaron me 552. Fadili na shkruajti këtë mëngjes për quizin gjeje ku se cili qytet ka më shumë turistë sa banor dhe është pikërisht Venecia, një nga Venecia, destinacionet më të bukura, më të preferuar me turistë nga gjithë bota dhe shumë afër nesh. Ke Këtë qenë herë ato? nuk ju gënjeva, unë jo, nuk kam qenë, do shta në të Mikaela? ardhmen Po, kam mund qenë. të shkoj. Eni ke Eni? qenë në Venecia? Jo. Udhëtimi radhës në Venecia. Ju tregoj Direkt. pasi të mbyllim emisionin, Se ju jo. tregoj. Faleminderit shumë që na ndoqët, tu e mbyllim programin edhe për sot. Zgjohu Ikëm, po more. deshe, fundjavë sa më të bukur, gëzuar në avant 7 marsin edhe 8 marsin, festa që ne do t'i kemi të shtunën edhe të dielën, po të hënën rikthehemi dhe Do t'i diskutojmë flasim edhe për to. patjetër. Bashk shihemi dhe dëgjojemi. Kalofshi ditën e sa më hënë. bukur, fundjava është me Shihemi të hënë, diell. Mirupafshim, Bye, bye. pachim mirë.